Jemi rikthyer të nderuar të shikues në pjesën e fundit të misionit, por barabar e rëndësishëm, ndoshta më rëndësishëm se edhe dy pjesët e para. Shqipëria fitoi. I shtoi hallet pano. Pse? Ti e pe? Si se pash? Po se mund të... Nëse loja ishte të copë, vërtet. Loja ishte dobët, nuk jo aty ku më shqipiru bëj një gol aty dhe kjo do t'i e pe apo si shkon dish. Pash. Tani të nderuar të shikues, aeroporti i Vlorës ende pa u ndërtuar ka hyrë në një spirale nga i cili nuk e dim a del dot më. Dy aksionerët kanë nisur një përplasje, një sherr sistemi në Shqip me njëri tjetrin, që ka përfunduar në prokurori dhe mund të shkojë deri në sekuestrim të aeroportit. Nëse vazhdon ky sherr, më thënë, shteti ndryn dhe ndoshta ndryn, ndoshta nuk ndryn tani, nuk e dim, po ne. Dhe ky është tema për në mbrëmjen e sotme. Të dy aktorët që përplasen me një tjetrin kanë dalë te një kolegu i ynë, të tjerë kanë folur gjërat e tyre, por ne e pam më të udhës që avokatët e dy palëve na sqarojnë ç'është kjo gjendje e tanishme, ç'po ndodh, po popullin të sqarojnë, domethënë, shikuesin. Dhe unë kam dhe dy kolegë të mi, të cilët janë ekspert ekonomie dhe njerëz të zot për të interpretuar dhe për të pyetur dy avokatët të cilët të dy palëve për të dëgjuar konkretisht. Ili Gërdupi, avokat, ju nuk jeni nga pjesa e Kosovës. Jo. Jeni këtu të pyeta njëri unë? Avokat shqiptar. Jo avokat shqiptar. Patjetër. Shqiptar do të thënë... Avokati i dhomës avokatisë Shqipërisë. I dhomës avokatisë Shqipërisë. Mirë mbrëma, faleminderit shumë, u vonuam pak minuta, po për shkak të tensionit kishte problematika. Besnik Berisha prezantoi të dytin për arsye që ne kemi folur një herë bashkë, kemi qenë në një lidhje, kënaqësi që jemi në lidhje në live tani në studio. Faleminderit. Avokati i dyja grup i Falesht, unë jam avokati i zotit Tademi, me kiri ngushtë në dyja grupi në Shqipëri ka studio tjetër ligjore dhe kryen shërbime zyrtare. Ka studio tjetër ligjore, por ju në Shqipëri, por unë jam avokat dhe me këzë. Pano Soko dhe Klodian Tomori më ndihmojnë mua për të realizuar këtë pjesë të emisionit. Faleminderit shumë. Ka dy versione për historinë se si u ngjis ky koncesion i aeroportit Vlorës. Begjet Pacolli thot se koncesioni ishte në zyrën e Ministrisë së Transportit, ku Pacolli ka qenë bashkë me turqit, ndërsa Ademi thot se kanë qenë Pacolli me Ademin që vendosën të bashkojnë kompanit për të hyrë në tender dhe rrugës kanë marrë edhe turqit për të plotësuar kriterin teknik. Si qëndron e vërteta? Ka qenë Pacolli në zyrën aty, apo kanë qenë këta të dy bashkë dhe rrugës kanë marrë, që e kanë nisur këtë operacion, dhe rrugës kanë marrë përgjigjen dy avokatët? Zoti Pacolli, në deklarime që ka dhënë dhe në intervista publike deri tani, nuk thot që koncesioni është ngjisur në zyra ministrie, ai thot që ka marrë një ftesë nga përfaqësuesi i YDA, që është një kompani turke, për të bashkëpunuar në lidhje me një tender, që ishte për aeroportin e Vlorës. Janë takuar, kanë diskutuar, përpara se sa të aplikojnë, është një procedurë standarde tipike që ndodh në çdo vend, nuk është tipike për Shqipërinë. Përpara se sa kompanitë më dha të aplikojnë për tendera, mund të konsultohen, diskutohen edhe me zyrtar publik. Dhe kjo është ajo çfarë ka ndodhur përpara se sa të bëhet aplikimi. Pra, ai ka takuar përfaqësuesin bashkë me përfaqësuesin e dyja grup, kanë bërë një diskutim paraprak dhe janë dakordsuar në finale për bërë një aplikim në cilin YDA, kompania turke, do kishte 40% të aksioneve dhe pjesa tjetër do ndaj 58% për Mapco Konstruksion, që ishte një kompani në pronësi të zotit Pacolli, dhe 2% për dyja grup. Pra, ky është pretendimi, jo se ky është një, po themi, përqindje apo diçka që është ndarë në zyrën e ministrit. Gjithmonë duke qëndruar edhe të deklarata publike e zotit Pacolli. Do shta ka bova unë, Soko? Nëse referojmë deklaratës publike të zotit Pacolli, jemi korrekt me atë çka ka thënë zoti Pacolli, tekstualisht ka thënë që në fillim ne kemi vajtur bashkë me YD-n, me turkun e YD-s, kemi vajtur te zyra e ministrit
Aty madje ai është ndjer diku dhe i fyer sepse nuk po konsideroi, ndërkohë që ai kishte qenë mësuar që të konsiderojë etj, po gjithsesi ajo është interpretim që nuk i takon, domethënë nuk e analizojmë, por ka thënë këtë që në fillim madje ta dy ishin duke diskutuar për koncesionin, Turku i ka thënë Pacollit që do të marrësh 40% ti dhe 60% unë, ky ka qenë skeptik sepse ka thënë që shiko, unë në minorancë nuk futem në një investim tillë. Dhe më pastaj Turku përsëri, kur ka dalë dhe zoti Pacolli ka prit në restorant, ka dalë dhe i ka thënë që shikot, marrësh 60% ti dhe 40%. Jo, tekstualisht është thënë kjo. Tani ju mund ta ripunoni. Te restoranti është thënë 40% zoti Pacolli dhe 60%. Dhe më pas kur ai ka qenë duke në restorant ka ndodhur kjo ndarje përqindje dhe pastaj kur ai ka qenë duke u kthyer drejt Kosovës. Drejt Kosovës, po e ka marrë ai. Pra ideja është që zoti Pacolli ka thënë që çfarë ka qenë për të ndarë, nuk është pritur me u bë tender. Fare. Po patjetër, se para se të bëhet tenderi dakordsohet. Jo, shiko, për të ketë pasur parasysh si funksionon. Aktorët nuk takohen me autoritetin kontraktor. Zero. Është e jashtëishme. Mund t'ju them 10 raste që kjo ndodh në 10 vende. Mund të ndodhi në të gjitha vendet. Dhe po ndodhi nuk thuhet, pa nuk kërkon thotë edhe që nuk thuhet. Nuk besoj se ky është ngërçi dhe problematika kryesore. Jo. Do hyjmë. Palët e ndajnë në mënyrë bashkërisht se në çfarë përqindje. Sepse ti je futur në garë. Pra nëse ti takon autoritetin kontraktor, madje bi dakord dhe për përqindjet, ky është ajo që ne quajmë tender në kushtet pa barabarta. Pra shkelje barazisë në tendera. Zoti Soko, kompania Yda dhe Mapco Konstruksion nuk konkuronin me njëri tjetrin. Ishin bashkë në garë. Pikërisht pra. Me palë të tjera. Ishin duke u favorizuar krahasuar me palë të tjera, jo me njëri tjetrin. Nuk është favorizim me palë të tjera. Ata e ndajnë me njëri tjetrin përqindjen përpara se sa të hynë në një garë. Është një nga dokumentet e kërkuara për të flas për atë. Jo, për këtë po flas. Për momentin që u vendos që këta dy do bashkoheshin bashkë pasi kishin marrë një okay. Unë jam merrem me shoqëri tregtare gjatë gjithë karrierës time si avokat. Ndarja dokumenti që ti ndan përqindjet për pjesëmarrëse në një tender është një dokument i cili dorëzohet për hyrje të procedurës. Ne do ta japim dhe deklaratën publike, po jo sot s'kemi mundësi tani, që ta zbardhin me kolektivin. Jo, për të sqaruar vetëm pozicionin. Palët dakordsohen me njëri tjetrin përpara se të hyjnë në garë sepse janë bashkë. Se kanë ndarë kaq përqindje. Si erdhi ndarja e përqindjes është problemi. Më kupton? Pra, se çka ka ndodhur më mbrapa, sikundër dhe ju mund të jeni në dieni, ai tender është fituar nga ofertuesi i dytë, jo nga i pari. Ai që ka fiton ofertën ekonomike. Nëse ju jeni në dieni, nëse keni ndjekur atëherë, si ka shkuar historia e tenderit, nuk e ka fituar ai që ka dhënë ofertën më të mirë ekonomike. Kjo është problemi që ka. Tani, ta fillojmë në një moment dhe mund që është në interes të publikut për ta thjeshtëzuar, ju jeni avokat dhe jeni njerëz shumë të zotë për ta thjeshtëzuar problemin në mënyrë që njerëzit, ata që na ndjekin, ta kuptojnë. Zoti Berisha, pse shkuat ju në prokurori? Çfarë thjesht shkurt dhe qartë njerëzve? Okej, atëherë para se të shpjegoj ma çfarë zoti Ademi vetëm tashmë ka thënë në publik dhe ka seruar sepse ka kallëzuar penalisht zotin Pacolli dhe pjesën tjetër të tij që është pjesën e mashtrimit për neve kolosal, jo vetëm për dy grupin zotin Ademi, por edhe për gjithë qeverinë shqiptare dhe jo vetëm. Dua të korrigjoj kolegun ose të asistoj në kuptuarit e çështjes që zoti Pacolli ka deklaruar publikisht. Zoti Pacolli ka deklaruar disa fakte të cilat përveç se nuk janë të vërteta, hedhin baltë mbi qeverinë dhe rrjedhimisht inkriminonin personat të cilët paraprakisht pretendojnë se janë takuar aty në zyrat e ministrës, janë ndarë përqindjet mes njerëz dhe tjetës dhe madje ai që ka ndjer i fyr pas ka ikur në një nga restoranet e Tiranës dhe aty ka pritur deri kur ka dalë dikush tjetër. E kuptoj rolin sepse jemi njësoj në këtë fushë, nuk e di kush më gjatë e kush më shkurt, por rëndësishme është se zoti Pacolli me paraqitjen e tij ka sqaruar disa gjëra që për ne nuk kanë qenë të njohur dhe besojmë që edhe nuk kanë ndodhur. Por gjithsesi, pak rëndësishme është rrëfimi i tij, sepse në fund fare ne po kërkojmë drejtësi dhe po kërkojmë të vërtetën, jo vetëm në prokurori, por edhe në gjykatë dhe publikisht po denuncojmë atë çfarë është rrezik për sigurinë nacionale, për asetin kombëtar dhe natyrisht për një trashëgimi të shtetit për cilën ka investuar dy aja dhe jo vetëm. Zoti Pacolli është kallëzuar në
prokurori dhe besojmë fuqishëm që do të ketë jo vetëm hetim, por do të ketë edhe akuzë kundër tij për shkak të një mashtrimi i cili rezulton që është gatuar që në 2020 dhe pastaj është agravuar, është strukturuar, është thelluar dhe në fund është jetësuar me një kontratë e cila përveç është e dëmshme, është edhe rrezikshme për shkak se për ne ndonse është titulluar si kontratë objekti facility agreement, për ne është huamarrje dhe huadhënie në letër, por në fakt është transferim, bartje, shitje e një aseti dhe këtë mund ta faktojmë kurdo e kudo dhe përballë kujdo që ka lexuar kontratën e që unë e kam këtu para vetes. Pra, zoti Pacolli është kallëzuar penalisht jo për faktin se ai është pronari në letër i 98% aksioneve në fillim, dhe ndarja e aksioneve nuk ishte ajo që në fakt ai ka paraqitur publikisht, por është kallëzuar penalisht për shkak të obstruksioneve, për shkak të mashtrimeve në vazhdimsi, për shkak të mosnjohjes së të drejtës, paçka se publikisht është deklaruar, siç e kemi parë të gjithë, se kishim një akordanca, kështu e quante, pra një akordim verbal, por nuk e kishim vënë në letër, mohante dieninë e tij, akuzonte bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij, përfshi dhe kumbarët e fëmijëve të tij, njerëzit që thoshte që herë thoshte keni kujdes mos në shkruani natën e pastaj isha në pishin fshiva duart e lagura dhe vura firmën pa lexuar, nuk e pa shmirë një biznesmen i cili ka 75 vite dhe thot në 2/3 të jetës ose 3/4 të jetës të tij thot I kam kaluar në biznes me miliarda qarkullim e kështu me radhë. Pra, zoti Pacolli me paraqitjen e tij shpërfaqi dhe vuri vulën ashtu siç e kanë dokumentet e legjshme dhe të sakta, vuri vulën e një varg gënjeshtrave të kulmuara me mashtrim, e që në fakt faturën kam frikë që nuk do ta paguaj vetëm dyja, sepse tashmë dyja është duke kërkuar drejtësinë dhe unë besoj se institucionet e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë do bëjnë punën e tyre, por do ta paguajë edhe shteti shqiptar. Për t'ju kthyer ndarjes aksioneve. Pra, ju shkuat në prokurori e kallëzuan për veprën penale të mashtrimit, me pasoja jo vetëm për dyan, po nënvizojmë sërish, por me pasoja për një pasuri. A mund ta di kush është tamam, kush momenti i mashtrimit? Shikoj, momenti i mashtrimit është në momenti kur zoti Pacolli ka filluar negociata pas shpinës së aksionarit 49%, pra duhet ta nënvizojmë si fakt. Dyja Group nuk ka 2% të aksioneve, ka 49%. Nëse referohemi QKB-s, ka 2%. Me leje, QKB-ja ka dhe një vendim të ngarkuar në ditën kur zoti Pacolli kishte dhënë premtimin tek Delfos, përkatësisht tek Compartment Bernina, kishte dhënë premtimin se do bllokoj çdo transferim të kuotave që reflektojnë në investimin e dyjas dhe jo vetëm, dhe në të njëjtën ditë korrespondon për çudi hapja Mapkos në Kosovë. Dhe për të njëjtën ditë, mjetet të cilat disbursohen ose I transferohen Mapkos nuk vinë në shtetin shqiptar. Kalojnë në një llogari tjetër. Tek këtij kufiri, pra parat. Kalojnë në një llogari tjetër, në një bankë që rezulton që 60% aksione prokuroria do ta zgjidhte. Ne do të sqarojmë, shiko. Ne kush e ka marrë 100 milionë, në emër të kujt është? Është marrë në emër të Vijas. Në emër të Vijas. Nuk ka asnjë kontratë. Nuk ka asnjë kontratë nënshkruar me Vijas. Jo, të kalojmë në një ka kontratë nënshkruar. Kalojmë te avokatin tjetër të jap sqarimin. Jo. Kontrata me kujt? Delfos dhe Delfos të Mapkoja është për momentin. Por me leje. Kush e ka lexu, nuk e di nëse kolegu ka pas rast ta lexoj. Kemi lexuar. Në 30 ditëshin e përfundimit të punimeve, zoti Pacolli është zotuar se Vija do të bëhet huamarrëse shtesë. Pra, Vija merr të gjitha detyrimet, të gjitha garancionet, të gjitha obligimet që zoti Pacolli me kompaninë e tij e kanë nënshkruar. Prokuroria do të zgjidhë bardh, me leje, është një pyetje. Pra Vija është futur, është shitur, dhe jo rastisht themi ne shitur. Nuk shite, Vijën e ka prezantuar sikur toka është e Vija, se kujt është toka në Vlorë? E shteti. Po shtetit pra. Po s'ka çfarë do shesi një gjë që se ka. Çfarë do shesi? Po do shes 35 vite jetë të një Jo. qeverise. Atëre, prit, ti sqarojmë termat. Po të lutem. Ju nuk mund të thoni që ka shitur aeroportin, pse? Po. Sepse I ofendoni ata Kë?
Delfo është një kompani Jo, më është Delfosi, kështu compartment Bernina. Bernina. S'ka rëndësi, po Delfosi. Jo, ka rëndësi, sepse se dim kush është compartment Bernina. Më fal. Delfosi dim. Ata janë një kompani që janë të aftë t'japin 100 milion euro. Dhe nuk mund të hanë. Mjetet kujt, Jo. A e di kush kujt janë atë mjetet? Të lutem, nuk e di asnjëri. Nuk mund të jenë ata aq naiv, sa që të vi një njeri tani, thotë që unë po t'jap ty këtë koncesionin dhe unë kam drejt për shit koncesionin. Pse? Sepse koncesionin a e di shumë mirë që është si të shes në shtëpinë kur rriti me qira. Shtëpia nuk është tëndja, nuk e shet dot. Ti je me qira, është dhe koncesionin, nuk e shet dot koncesionin. Kështu që ky termi që po shet koncesionin, po nuk shit. Pronari, sa isha një 35 po e more 35. Nuk e shet dot. Koncesioni... Pra, ai ka garkuar llogaritë bankare. Dakord me ty. Jo mërë, jo të gjitha të hyra. Ju hyrë nga taksa. Ju ndaloj ju stopoj një minutë, ju lutem. Nga klient. Pano, të lutem. Ne do të përpiqemi të mos bëjmë gjyqin se nuk jemi në prokuroria dhe gjykata. Jo më s'ka gjyqin, jo më po sjarojmë se... Po një minutë, pra, ta them çfarë duhet të them. Dëgjoj dhe thuaj jo, e ke gabim. Ne do të përpiqemi të themi shikuesit çfarë po ndodh. Çfarë është duke bërë pala e Bexhet Paçollit dhe çfarë është duke bërë pala e pasi njerëzit të marrin vesh këtë, ne do japim shëtim mendimin në tend këtë që thua, kjo është, mendoj këtë për këtë. Por këtu të zbresim, se po hym te kjo bisedë pastaj të zbërthejmë detaje, njerëzit nuk kuptojnë. Bile unë ka fillova të mos kuptoj tani. Kjo çështje është vetëm detaje, valla. Jo. Po do t'i qëndrojmë. Pa jo, pra, po mos jam gjykat, pra. Tani po duam ta Unë pyeta avokatin, pse ke shkuar në gjyq? Më tha kam çuar në gjyq për mashtrim. Atje prokuroria mund thot ke ardhur gabim zotëri, nesër. Ti ke ardhur gabim në gjyq. Atë nuk e zgjidhim ne. Ky thot zotëria. Tani unë pyet zotrin tjetër, zoti Gërdupi, po ju pse keni bërë kundër padi, pas padis? Dhe jo nuk keni shkuar në gjyq normalisht, po themi për shumë. Jo, gjyq civil. Në gjyq civil, po. Pse keni bërë kundër padi? Ne jemi gjithashtu në gjyq civil, është ankimuar sigurimi padis që është marrë nga gjykata e shkallës parë dhe është ngritur dhe padi në të njëjtën kohë në lidhje me termat e përmendur në sigurimin e padis, të cilat nuk reflektojnë të vërtetën. Ka 3 kontrata të nënshkruara në harkun kohor 2022, 2024, 2025, të cilat janë nënshkruar nga ish administratori i shoqërisë Via, zoti Valion Luka, me zotin Valion Ademi. Këto kontrata në thelb janë një kalim i kuotave që MAPCO, konstruksion, i kalon 2A Group. Dhe këto kontrata janë kaluar nëpërmjet një akt përfaqësimi prokuror notariale, e nënshkruar supozohet nga zoti Paçolli. Për lehtësi, te piscina. Për lehtësi po marrim mirë qenë që zoti Paçolli ka nënshkruar këtë prokurën edhe zëm sikur kjo prokura është e rregullt pavarësisht pjesës që nuk është nënshkruar para noteres. Zoti Paçolli nuk ka drejt të nënshkruaj për MAPCO Konstruksion. Në të njëjtin ekstrakt që është bashkangjitur kontratës së shitjes së aksioneve, ekstraktin tregtar të administratori tjetër të MAPCO Konstruksion nga 2010 tregohet në mënyrë shumë të qartë që zoti Paçolli nuk ka asnjë të drejtë në shkrimin në lidhje me MAPCO-n. Pra, zoti Paçolli nuk mund të shesi aksione për të cilat ai nuk e ka të drejtën për t'i shitur, sepse për përfaqësuar MAPCO-n, sepse aksionet nuk janë të tijat, aksionet janë të MAPCO-s, dhe për përfaqësuar MAPCO-n, duhet në shkruaj zoti Emin Paçolli, i cili pra për mbledhas avokat, ju keni bërë kundër padi për mashtrimin që është krijuar në lidhje me një kontratë e cila nuk është e rregullt, është nënshkruar pa përfaqësim, është nënshkruar në mënyrë të paligjshme dhe që duhet rrëzuar dhe duhet hedhur poshtë, sepse nuk ka në asnjë moment një dakordsi nga zoti Paçolli për të kaluar 47% të kuotave ndaj ortaku tjetër 2A Group përfaqësuar nga zoti Valion Ademi. Ka një deklaratë publike të zotit Paçolli e cila nuk është bërë në letër, por cilën zoti Paçolli vijon ende t'i qëndrojë atij zotimi, që në përfundim të ndërtimit të aeroportit, ne të bëjmë një auditim nga një kompani ndërkombëtare, e cila pasi të shohi të gjithë kontributet reale që janë dhënë nga të dy ortakët, pra jo duke u bazuar te 98%, 2%, por
nëse 2A Group ka investuar më shumë se sa 2% i saj në raport me investimin total, ky investim të kthehet në kuota. Ka patur një pretendim. Tjetër, po të ndryte të mori njerë. Pasi, ke? Ti bëj një pyetje vetëm të shumë. Po. Ju thatë që keni vetëm një premtim verbal, Patjetër. A ka një vendim asambleje të MAPCO-s të firmosur nga zoti Emin Pacolli në këtë rast? Jo, nuk ka një vendim Kam asambleje. tu një vendim asambleje të MAPCO-s, Po, e cila përmend specifikisht pikërisht të që ju thoni, që thotë të miratoj shitjen e 40% të aksioneve të shoqërisë koncesionare Vlora International Airport via tek 2A Group SHPK. mund ta lexoni versionin në anglisht të po të njëjtit dokument? To approve the sale of 40% of the share within the concession company Vlora International Airport to 2A Group SHPK. Mund ta shoh pak lutem. Mund ta shoh. Atë kursem kolegën se duket se nuk qenë ka informuar me çështjen, Jo, patjetër. sepse Ta informoj. po jo. Po Qenë ka plotësisht dhe do okay. Po sinqerisht, qenë ka i pa informuar me çështjen sepse tani pranoi në nënshkrimin si të mirë qenë, pra nuk e konteston më sikurse zoti Pacolli që kontestoi me duart e lartë. Jo, unë nuk thash këtë. Është e vërtetë ajo avokat tani. Për te i rëndësisë. Ka mundësi lutem që Mos ja. Jo. Do ndryte të mori dhe me njeriu. Për te i faktit nëse ajo është e rregullt. A e pranoni tani vendimin e asamblesë apo jo? Apo nuk jeni ndjeni për ta? Ju lutem, mund vijoni me. Po, e qartë, pra, ju, siç duket, nuk jeni ndjeni për vendimin e asamblesë, se sa po jo ua lexoj kolegu këtu. Nuk jeni ndjeni, sepse për ndryshe ju do e dini që është i vën firma para noterit, pra ka një noter në Zvicër, jo në Tiranë, jo në vendin ku pretendon zoti Pacolli që nuk ka qenë të zyra e noterit, do dini që ka një vull apostile të shtetit zvicran po ashtu, do dini që zoti Pacolli e pranon si të tillë dhe nuk është nënshkruar nga administratori, por nga vllai i tij, njeriu i besueshëm. Dhe njëkohësisht ju e dini po ashtu që Emin Pacolli është personi që ka përfaqësuar asamblejën e aksionarëve në rastin e këtij vendimi. Dhe për më tepër në këtë proces verbal, në këtë vendim asambleje thuhet se asambleja është njoftuar për të gjitha zhvillimet lidhur me çështjen që e ka sot për diskutim dhe vendim. Pra, Asambleja MAPCO-s, po flasim në Zvicër. Okej, kam një pyetje. Pretendimi juaj atëherë është për 40% apo për 47%? Jo, s'po merrem ne me pretendimet tona se s'kemi ardhur për gjykatën, atë janë çështje gjykime. Vendimi i asamblesë që ju keni paraqitur pranë gjykatës. Ne kemi paraqitur në provëri për mashtrim me leje. Dhe ju keni thënë, zoti Pacolli ka thënë që ka bërë përgjigje në kallëzim penal, që nuk e njeh kodi procedurës penale, përgjigje në kallëzim penal. Pra ju ose denonconi dikë për vepër penale, ose nuk denonconi dikë për vepër penale. Zoti Pacolli është marrë si person me interes ose si person me dieni për një krem që ne besojmë që është kry, është konsumu dhe do të fletë drejtësia në qofë se do të ishte tragjike, në qofë se financat e zotit Pacolli ose kuj do tjetër do të penganin ose do të ngadalsonin edhime dhe eventualisht do të penganin gjykimin e kësaj çështje me interes kombëtar e nënvizoj. 2. Ne kemi parashtruar çështje pranë gjykatës kur kemi parë që është ngarkuar një vendim në QKB, i cili privon shtetin, jo vetëm ne, por privon shtetin nga çdo drejt e një aseti kombëtar, dhe prap ju keni bërë përgjigje pra për shkak të masës, ju keni ankimuar masën e sigurisë, nëse jeni prej Boga Associates, apo? Jo, ne nuk jemi nga Boga Associates. Nuk jeni, okej. Nuk besoj se Boga Associates është e përfshirë. Dakor, nëse jeni, ju keni pas lidhje me Boga, po jo, kam gabim. Ish punonjës para shumë vitesh. Mirë, se s'është turp, se kolegi jemi gjithë ne. Nuk është ai problemi. Unë mendova se keni nga atje, po s'ka rëndësi kjo. Pra ju, me leje, vetëm e fundit. Pra ju, tani e pranuat që zoti Pacolli ka nënshkruar dhe ta marrim si të mirëqenë, thatë ju, ndërkohë që ajo vende në dilem. 2. Nuk qenë keni ndjeni për vendimin e asamblesë rrjedhimisht për 20%. Ai vendim asambleje thot për 40%, ju pretendoni 47%. Jo, ne nuk pretendojmë, ne kemi dokumente të nënshkruara, të noterizuara, të pranuara nga zoti Pacolli, i cili edhe verbalisht. Dhe pretendimi se do të bëhet një arredim, do bëhet një përllogaritje pas një kohë 3 muaj, siç thot ai, është i ka ngatruar zoti Pacolli me një çështje që ka 18.3 nëse ke vrejt atje. 18.2, po 18.2 i lidhet me dika tjetër. 18.3 është për të nxjerrë aksionet nga vija tek subjektet thotë që është i lidhur pronari. Pra në rastin konkret, ai e ka ngatruar sepse ka diskutuar gjatë me Compartment Bernina dhe Compartment Berninës i ka premtuar se pas 3 muajve kur gjithçka të funksionalizohet, unë do i nxjerr në emër të aseteve, do i çoj në një biznes tjetër që do shkojnë do të treten pa adresë për asnjë shtet e as milet. Ju kërkojnë ndjes zoti Rakipi, e di që doni të kaloni fjalën zotit Domorri, por
një përgjigje shumë e shkurtër. Si fillim në sa i përket termave të përdorur, nuk e di sa jeni në djeni në lidhje me kundër përgjigje në penale. Jo referova vetëm çështjes se çfarë ka deklaruar zoti Pacolli. Tha kanë bërë përgjigje në kallëzimin penal. Kështu ka thënë publikisht para mediave. Unë e di, kuptoj sepse Tjetë e gabim lapsus. Jo, ai ka thënë se erdha nuk ka denoncuar me leje. A mund pajtohemi se zoti Pacolli deri në ditën kur është paraqitur në prokurori për një krem që ne besojmë që e ka konsumuar dhe e ka kryer dhe do të ketë drejtësi, nuk e ka denoncuar as në kompaninë nga kompania e tij, as nga miqtë e tij, as nga familjarët e tij dhe as noterin në Shqipëri. A mund pajtohemi deri këtu? Jo, nuk mund. Pa çka se, me leje, pa çka se. Nuk e di nga nxjerrni këtë. Por ai ka deklaruar vetë valla. Nuk e di nga. Po unë nxjerri konkluzionin nga ai, unë po ja marr fjalë si të mirëqena. Dhe për më tepër, zoti Pacolli thotë që në gusht në ka thënë dikush se kemi diçka të nënshkruar me valonin e 2A grupit. Pra ai pranon që në gusht ka qenë i njoftuar. Ka një gjë të paqartë në gjithë këtë. Ju thoni kemi bërë kontrat 40%, 47%, 49 kontrat, aksione, marrëveshje notariale, çfarë. Po ju e dini që ajo kontrata është nul pa dakordsinë në miratimin e ministrisë? Jo, shiko. Kontrata nuk është nul. Ma shkruan dhe një ekspert. Jo, kontrata nul nuk mund të jetë kontrata nul e një aksionar i cili është pjesë që nga fillimi, që është i miratuar, i certifikuar, i verifikuar nga shteti. Çështja e investimeve, dhe po ta analizojmë edhe kontratën e koncesionit, çështja e investimeve, pikërisht këtë që zoti Pacolli. Pra ju thoni që marrëveshja juaj nuk kishte nevojë për miratim nga Ministria e Infrastrukturës? Do të me leje, nuk e them ashtu, sepse po se këtë po them, e para nuk bëhem i pasinqert me publikun, as me pak me juve këtu në studio, në askënd. Kontrata që kemi nënshkruar me zotin Pacolli, përkatësisht me përfaqësuesin e tij me prokuror me dur të lagur gja natën. Është kjo në pishin, është kjo kontratë, e cila në vetvete është marrë vetëm si garanci për ne, për 2A grupin, është marrë si garanci për shkak të nuhatjes së mashtrimit të filluar të tij, i cili fatkeqësisht kishte ndodhur që në mars të vitit 2025, kur ai kishte finalizuar e kishte nënshkruar kontratën me Delfos përkatësisht me kompartën Bërnina, dhe kjo është garancia. Ne kemi vazhduar investimet, pra duhet ta kuptojmë një gjë. 2A grupi nuk ka ble aksione, në fakt, ka investuar, pra nuk kemi bler në aeroport, një këthin, një përqindjet njerit ose tjetër. Thjesht dhe vetëm ne kemi bërë investim. Pyetje sepse e pashë dhe zotin Ademi, për të çështjen e investimeve. Po. Juve keni klasifikuar faturat e papaguara si investim? Jo, absolutisht jo. Sepse pashë një paraqitje grafike që i bëri zoti Ademi, asaj që ai pretendon se është kontributi i 2A grupit. Në fakt ajo që kishte nxjerrë. Okej. Ishin faturat që kishte paguar dhe ato që s'kishte paguar. Ai kishte përgjithësi diku të rreth 50 milion euro investime, nga të cilat ishin paguar 27 dhe kishin mbet 23. Tani juve pretendoni që këto 23 milion euro që janë faturat për paguara, janë kontributi juaj? Pra këto janë ato detyrime që duhet të mbushin ju me 40%? 29% aksioneve? Jo, me leje. Jo, s'është ashtu sepse ju kam dëgjuar edhe nuk e di nëse herën e fundit kur kemi qenë bashkë. Ju kam dëgjuar se ose mbas në një emision pas, kur këta i kanë lëshuar njëri tjetrit fatura, ka fryrë njëri çmimet, ka fryrë tjetri, por në fakt nuk është realitet, nuk është investimi. Ju akuzoni njëri tjetrin. Ne nuk akuzojmë me leje. Akuzon Pacolli. Jo, shiko Pacolli. Po tani çfarë themi ne? Ka humbur rrugën. Kjo është referimi im, ndërsa ajo tjetër është referimi i ortakut të me leje. Tani më lejo t'ja përgjigje. Punët e kryera nga 2A-ja nuk janë çështje faturash të paguara ose të papaguara. Zoti Pacolli pranoi vetë se cilat punë janë kryer nga 2A-ja. Zoti Pacolli pranoi, u pajtua dhe pajtohet, është e pakontestueshme 56 milion euro detyrime të marrën nga BKT, ku paralelisht nuk janë detyrimet e zotit Pacolli, ato si që parashtruan me garancit e tij etj. Janë detyrime të vijas. Të bëjnë një përpjekje. Është kredimars, është vijas. Për ta thjeshtuar. Se qëndrojmë këtu. Kush janë, çka kolaterali është vendosur? Po, është vendosur gjithçka në dispozicion. Po detajet nuk t'japin avantazhin për të dëgjuar të kuptuar njerëzit. Ka të drejtë kishte zoti Pacolli përfshi zoti avokat. Ju lutem. Zoti avokat, ju lutem. Zotërinj avokat.
Por kemi përgjigje. Ju jeni mjeshtra Ju jeni mjeshtra. Ja të më lëj ky dhe e dua të përgjigjet. Ju lutem. Ju lutem. Ademi, çka ka vendosur si kolateral te 56 Mund të bëjmë kakofoni Mund këtu. t'ja u them unë, nuk ka vendosur asgjë. Jo, s'është e vërtet. Nuk ka vendosur asgjë. Nuk ka. Le të na thot avokati çka. Absolutisht e pasakt. Aty janë vetëm 2 kontrata hipoteke që janë E ke fjalën për hotelin dhe po industrinë e metalit në Ferizaj. 45 prona të vlerësuara në 76 milionë euro, për të cilat garantojnë një hua 56 milionë euro, pra një hua shumë më të vogël se sa kolaterali i IAS. Ore kredin kush e paguon? Ky kolaterali është vetëm në bazë të Po via s'ka flukс të ardhurash. Po via është shoqëria. Apo përdor lekë, Via nuk mund të jetë. Via nuk mund të vëjë kolaterale sepse nuk ka flukс të ardhur. Po ka vëna në BKT kolaterale. Ajo kredi është marrë e vetëm arsye pse është miratuar ajo kredi për shkak të kolateraleve të dhënë nga ana e kompanive të kështeve dhe interesit, por via në akoma jemi në Gresë. Pra jo i tematik, është në Gresë pyetje. Atëre pyetja, ju lutem. Hajde. Do të përpiqemi Ta thjeshtësojmë edhe më shumë. Ta thjeshtësojmë, por thjeshtëzim do të thotë sipas meje në këtë rast ku jo 2 ekspertë avokat dhe 2 ekspertë ekonomie bisedojnë me njëri tjetër. Se mund të rrim këtu 10 ditë dhe 10 net dhe të mos zgjidhim asnjë gjë. Ta thjeshtësojmë në këtë plan. Detajet do të përdoren në gjyq. Ju intereson të vazhdoni këtë gjyq derisa mos e keni me aeroportin, sipas me ç'kuptoj unë. Se domethënë asnjëra palë. Shteti ka rrezik të hyjë të ndrejë gabimet që pas ka bërë, sipas me ç'kuptoj. Tani, fare shkurt edhe njërë për popullatën, pse u ndan aksionet në fillim 58% Pacolli, 2% Ademi dhe 40% Turqit? Që ishte menduar që do kishte qenë kontributi në, sepse ishin aftësitë paguese të palëve, kjo ishte një vendim biznesi, i ndërmarrë mes palëve të lira. Mund të kishin vendosur një përqindje dhe të ndryshme, aq që u konsideruar që do në këtë plan, edhe një pyetje tjetër për kontrata tani, koncesionare ka patur si kush që operimi i aeroportit do të jepej me nën kontraktim tek një kompani tjetër, jo kompani që po e ndërtonin. Atëherë pse duhej kompania turke që në fillim? Mund të më shpjegoni? Se ju jeni avokat tani dhe do të shkoni, keni shkuar në prokurori për të mbrojtur. Tash po i merr fillimisht nga ajo, pastaj nga okay, po jo, s'po duhet ndërhyj sepse është korrekt që ti ndërhyj në përgjigje. Kur t'ia përgjigjet kolegu, jo, patjetër mund të përgjigjet zoti Berisha, me që shiko, nëse marrim e para duhet i kthehemi prap deklarimin e zotit Pacolli. Zoti Pacolli ka thënë një të pavërtetë që mund të provohet lehtë. Ka thënë që YDA-ja, që për ne i themi YDA. YDA, po YDA edhe përdojmë kështu dhe YDA është një subjekt i cili pas ka dëgjuar nga presidenca ose në presidencën turke dhe pas ka marrë në telefon zoti Pacolli përderisa ai ishte në lëvizje në makinë dhe pas ka dëgjuar për projektin dhe diku pastaj që kanë takuar në Kazakistan në një darkë etj. Kjo nuk qëndron. E vërteta është se YDA-ja është kontaktuar nga stafi i zotit Pacolli për shkak të përvojës së tyre dhe njojës së tyre në Kazakistan e jo vetëm. Atëherë kjo është arsyeja pse është futur YDA-ja. YDA-ja është futur jo me mek e jo për mek, po është futur thjesht për interes dhe për shkak të premtimit që ka dhënë që do investoj edhe unë. Por YDA-ja me tu finalizu marrëveshja, me tu nda aksionet, me tu nënshkru se kemi këtu dhe s'duam t'i lodhem të tjerët me teknikalitetet. Avokat. Po, me leje. Thjesht që ta kuptoj unë, jo ta kuptoj unë dhe po e kuptoj unë, ka kuptuar dhe qikusi. Po. Kontrata koncesionare ka patur kusht, po e përsërit pyetjen. Po. Që operimi i aeroportit do të jepet me nën kontraktim te një kompani tjetër. Edhe me tuti është kështu. Jo kompanit që po e ndërtonin. Dhe me tuti është kjo. Bukur. Atëherë pse duheshin turqë? Duhej për shkak fondeve vëlla. Është e thjeshtë, zoti Pacolli ka Si e fonde? Zoti Pacolli ka kontaktuar turqit dhe atëherë pse u larguan turqit? Çfarë fonde mori zoti Pacolli në këtë rast nga turqit? Dini që? ai thotë ka Jo, një minutë.
Që ju thoni që ka dhënë fonde, dakord. Jo, ai thotë që madje jo s'kam. Do me thënë, ata atëre që nga kompani fiktive në qëse s'kam paguar. Jo, s'janë fiktive. S'mund të themi që janë fiktive, se janë njërë, emërin njërë. Jo, Për të plotësuar kriterin fiktiv mos. Pjesa dërmuese e tenderave janë për të plotësuar kriterin. E marrim rendin. Një sekond. Mund ta them unë. Edhe fundit që kam unë. Edhe ynë kolegët. Vazhdo një të mori, se pastaj kam... Është e qartë, të gjitha këto qa na tregojnë, gjitha këto të fakte që ne i kemi tani, po që nuk i kemi ditur atëre. Kjo ka qenë e gjitha një procedurë fiktive, ka qenë një tender fiktiv, ku nuk ka patur garë, po është vendosur që aeroportin do e merrte ky konsorcium, pra 750 milion euro, thonë zotërin në padi që kanë berë kundër zotit Pacolli, të ardhur që do gjeneroj aeroporti për 35 vjetë, janë dhe më pagar, janë dhe me i proces të stisur. Është gjetur personi që do e merte, fitusi dhe i kanë thënë ti do e kesh. Dhe më tej fiktiviteti ka vazhduar, kanë futur Turkun, i cili ka qenë komplet fiktivisht në konsorciumin fitues. Se fakti që hyri dhe doli mbas 9 muajsh, dhe tani këtu ka një paqartësi të madhe që zoti Pacolli e ka thënë publikisht, po nuk e shpjegon si tamam. Ai thotë që se në kontrat shitja aksioneve është bërë për 4.200 euro. Dhe pastaj Begjet Pacolli thotë janë paguar 3 milion euro. Tani këto 3 milion euro si janë paguar? Në ç'mënyrë janë paguar këto 3 milion? Se këtë pyetje kështu. Transfert bankare. Jo, si po jo. Një kompani zviceriane ja paguan një kompani turke. Këtë në llogaritë e saj bankare. Fatura ka një përshkrim. Në qa... Se nuk mund të çosh, nuk mund 3 milion euro nga Zvicra në Turqi. Se zyrtarisht ata kanë marrë 4.200 euro. Nuk jam në... Zyrtarisht. 1.700 mos. Ndërkohë Pacolli thotë... Nuk jam në... 4.200. Pacolli thotë 3 milion. Si janë paguar? Zoti Domori, nuk jam në dijenitës përshkrimi specifik tek fatura në momentin e dërgimit, por është e qartë që pagesa ka qenë në kuadër të 40% të kuotave. Atëherë, nëse do ishte në kuadër të 40% të kuotave, pagesa duhet ishte pjesë e kontratës së shitjes kuotave dhe shteti shqiptar duhet merrte 15% si tatim mbi fitimin kapital. Sepse nëse ti dhe unë blejmë një apartament diku me 100 lek dhe mas 2 vjet që shesin 150 lek, shteti na thot hajde që këtu, te 50 lekshin e ke fitim. Dhe mbi këtë do paguash 15% taks që quhet tatim mbi fitimin kapital. E njëjta gjë vlen edhe për shitjet e aksioneve. Me cilin ligj? Me ligjin e... Ligjin tatimin mbi të ardhurat. Të tanishmit. Shitja e kuotave ka qenë është bërë në vitin 2022, i cili ka qenë ligji për tatimin për të ardhurat. Edhe 8.438 e ka përfshirë. Edhe 8.438 e ka pas, edhe 29.2023 e ka pas për kompanit me një xhiro të posaçme. Gjithsesi, detyrimi për të paguar detyrimet tatimore i takon shitësit dhe jo blerësit. Ati që me lekët. Po, të pretendim mund të ngreni pranë. Qofse ti ja kalon lekët që ne nuk e dim si janë kaluar lekët. Të për nga Zvicra, Turqi, nga Kina në Indi. Jo, këtë pretendim mund të ngreni përfaqësuesve të kompanisë YDA, nëse kanë paguar ose jo detyrimin tatimor. Nuk e di nëse e kanë paguar, kanë pas detyrimin, nëse po, i kërkohet. Për një mashtrë tjetër, prandaj, minimalisht evazion. Vlerësi nuk ka detyrim. Kjo është minimalisht detyrime fiskale nga pangje taksash. Kjo është minimalisht nga kush? Kjo po hetohet nga prokuroria se un kam informacione, kjo është një nga gjërat. Kjo shmangje taksash nga kush? Nga të transaksionusi. Dersi nuk paguan detyrim. Se jeni euronistë. Dersi, çfarë detyrimi tatimor ka dersi kur blen një për sa kohë që të ardhurat e tij janë të ardhurat të tatushme. Ti ke nënshkruar një kontratë bashkë me shitsin, bashkë me blersin, shitsin. Me një shifër fiktive që mos përfitoj shteti shqiptar. Që mos përfitoj shteti shqiptar. 4.200 euro. Pra ti e ber pal me atë tjetrin që përfiton, që shteti të mashtrohet. Një. Pjesa tjetër pastaj, përveç kësaj, pra... Disi se këto janë të ardhurat arktuara nga një kompani që ndodhet në Turqi, nëse ka një pretendim të tillë ndaj kësaj kompanie nga shteti shqiptar, kjo nuk besoj se është... Unë besoj deklarata e... Të kuptojmë diçka. Nëse zoti Pacolli me atë deklaratë që ka bërë, e futi veten në një
brenda një vepre penale. Çka do të thotë që deklarata që është bërë në prezencë të qeverisë shqiptare, sepse është quar shitja e aksioneve, është quar qeverisë shqiptare. Ka qenë e falsifikuar, pra nuk ka qenë reale. Shifra që përmendet aty prej 4.200 eurosh për 40% të aksioneve nuk është reale, është fiktive, dhe nga ky veprim fiktiv, shteti shqiptar ka humbur 450.000 euro pasi, në bazë të deklaratës së zotit Pacolli, zoti Pacolli pas ka paguar në padjeni të shtetit shqiptar, ka gjetur manovrën e vet financiare duke bërë transferta nga jashtë Shqipërisë, rreth 3 milionë euro kuota. Ashtu 3 milionë euro. Kjo është e qartë, pra që ta vazhdoj, Milli. Shiko sa fiktive është kjo e gjitha. Thuhet që kompania turke u morë se do ishte para, se kishte kapital, apo jo? Po, ndërfakt, Ndërkohë, këta nuk bëjnë asgjë, thonë s'kemi kapital, nuk do edhim asgjë, dalim pas 9 muajsh, marrin 3 milion euro. Pra, e kupton qa procesi është bërë këtu? Dhe pjesa tjetër pastaj se i kam dëgjuar si zotin Pacolli, ashtu dhe zotin Ademi, zoti Pacolli thotë unë do bëj një gjet për Shqipërinë, do lë një trashëgimni për Shqipërinë, edhe të dy thonë që unë kam investuar kaq, ti po investon kaq. Faktikisht, këta nuk kanë asnjë risk në investim. Zero. Nuk investojnë këta. To parat që do humbasin apo po humbasin, janë parat tona, qytetarëve. Sepse qeveria shqiptare i ka marrë përsipër të pagoj këtyre 120 milion euro. Pra këta, qa do të... Sa është vlera totale e investimit? 104 është me letra. Tani... Sa ka shkuar tani? Po tani... do të qosh edhe 2 miliardër. E zëm se edhe do ishte 104 vlera investuar. Po. Këto 120 që garanton shteti shqiptar, që janë 138, do jenë në 10 vjetë. Interesat e paguar nga momenti i lëvrimit të kredis deri në përfundimin periudhës 10 vjeçare, e plotësojnë atë 104? Po, e plotësojnë. Apo dalin më shumë se sa... Apo dalin më shumë se sa sa është risku? Kush e ka riskun? E ke ti apo e ka shteti? Si, ku ka cili risk? Në rast se aeroporti dështon... Ajo vlerë minimale është një vlerë cila është vlera minimal, pagesa minimale vjetore, është as 20% e të ardhura që gjeneron aeroporti i Tiranës. Po mirë, atëherë, juve pasi të mbuluar 100%, bëjnë 500% mbulim. Jo, pra, jo. Që do të thotë? Ajo që po themun është kjo. Në rast se aeroporti dështon si biznes, shteti shqiptar u mbet 120 milion euro. Potencialisht. Pra nuk e ka riskun biznesi. Biznesin mund dalim me lekët e tyre, po mund dalim me fitim nëse aeroporti ka sukses. Nuk është e vërtet. Nuk është e tillë. Ka risk, sepse e para, gjithë investimi fillestar bëhet nga investitorët, dhe bëhet në vlerën e zëm 105 milion euro sa është vlera fillestare, dhe duhet të garantohet përfundimi i aeroportit, duhet garantohet bërja e tij operative. E di çfarë është kjo më? Këta marrin një tender fiktiv, marrin një tender të manipuluar, me atë tenderin shkojnë në një bankë, nuk edhin asnjë lek, nuk kanë edhur asnjë nga lekët. Ka është fjala tani. Nuk janë edhur. Po fali, sa ishte vlera e kreditit? Është e vërtetë vëlla. Le ta thotë ai se do të them. Sa është vlera e investimit? Po, me atë sa është vlera e investimit? Sa është vlera e investimit? 105, po sikur mos më del llogaria. Po dolën 100 tjera në Të tjera që keni marrë më mbrapa? Po fal, po sa është vlera e 100? Asnjë lek s'është prekur nga 100 milion. Po jo, po zero. Nga 100 milion nuk është prek asnjë lek. Di çfarë do ndodhi dhe këtu ka 100 milion euro asnjë që ndark. Nga turke që kemi këtu ngjitur asnjë që ndark. Nga kush? Fali po. Banka turke? Po. Jo ju. Po. Mariu. Unë veç mos na ngatroz subjekte këtu. Banka turke ka marrë Pacolli. Cila bankë turke? Për këtë. Jashtë është marrë nga to. Jashtë e ka marrë të dy palët. Është marrë Jashtë ka kanë ngërë të dyja. Via. marrë Edhe një herë, po jo përsëris. Kredimarrës është via. Po pra është koncesionari. Po, koncesionari është kredimarrësi. Garantues janë dy aja dhe mapkoja. Por një pjesa aseteve janë dhe pastaj dhe ditën e parë. Dërsa të 100 milion shi është marrë dhe nuk është prek asnjë që ndark. Deri sot. Unë kam pyet Mapkos. Jo, me leje, më duhet ta them fjalën deri në fund, sepse jo nga via. Po shfutet po ta qartësojmë. Nëse dështon pagesa e kredisë, se paguan gjithë në zoti Pacolli. Juve mund merrni nga ligjet, ikni. Vetëm pak.
Dhe ato toka që ka vënë zoti Pacolli, ai ka gjithë barë. Ka qenë Dështoi, Okej. zoti Pacolli marri toka, fabrika, uzina, çka ka zoti Pacolli, për të paguar 56. Juve shkonin në shtëpi flini ra. Dakor, jo s'është e vërtetë. Po. Shkojmë ne në shtëpi vëlla se kemi fut tani 25 milion deri më tani. Po çfarë mund të shkojmë ne në shtëpi? Juve duhet inventarizoni ato 25 milionë. Jo, duhet me le. Jo. Kushtet kështu me shifra mund viti sa vëlla, po ne me lek, ne edhe paratë BKT-s. Ne kemi 64, 60, 40% shkojnë në emër të investimit. Në premisat që kemi, gjithë secili nga ne mund të them dhe unë kam investuar dhe unë 20 milion tek. Okej, tek e para. Kur vjen auditori, na kontrollon dhe thot, ti panos ke investuar si lek, ti ke investuar se 3. Për e para duhet, sepse nuk mund pajtohem asesi që ta quhem një tender që është fiktiv. Në proces tenderimi fiktiv. Me leje, nuk duhet të bëj avokatin e qeverisë, as ministrisë, as kujt tjetër. E para, e dyta ka një hendek, jo vetëm një vijë ndarëse tashme, po ka një hendek mes qasjes së zotit Pacolli dhe kompanisë së tij të drejtuar nga ai. Jo, si që pretendohet se ai është presidenti dhe nuk mund të nënshkruaj, është pronari, po nuk mund të nënshkruaj në emër të kompanisë. Jo, nuk është pretendime, ai që mund ta shes kompanisë, që s'mund nënshkruaj për kompaninë. Ju e keni në të njëjtën kontratë që e keni aty, e keni ekstrakt në cili thotë që ai nuk mund të nënshkruaj. Te njëjti kontratë që është nënshkruar autorizimi nga zoti Pacolli. Jo, zoti Berisha, kuptova që keni ndjeni për vendimin e asamblesë. E keni kontratën aty. Vendimi i asamblesë që ju thoni nuk është kërkuar në... Akush? Më falë, kontrata e shitjes. Ka të bashkangjitur atë vendim asamblejë që ju më thoni? Po si s'ka arla? Apo është vendim asamblejë në shkruar nga zoti Pacolli? I po të datës 27/12. Vendimi i asamblesë është i nënshkruar nga zoti... Shiheni hapeni kontratën që keni aty. Po është në shkrimin e zotit Pacolli. Vendimi i asamblesë është i nënshkruar nga zoti Emen Pacolli. Për çfarë përqindje? Se? Për 20%. Po, çfarë pretendimi? Se i thoni ju këtu, 40 i themi ne. Po, çfarë përqindje pretendon? 40, domethënë, që ta kuptojmë sakt. Pra 40% ose 20% që ta kuptojnë edhe kosovarët. Çfarë përqindje pretendon zoti Valon Ademi? Po jo i dashur, jo çfarë përqindje pretendon. Jo, çfarë përqindje, sepse ai ka të nënshkruar. Po pse për ato 7 nga cili? Nga klienti juar po pajtohet. Ku është kontesti? Zotrinj avokat, pyetje tjetër që është me interes të publikut. Po çështja është interes për publikun, ne nuk mund ta pranojmë se kemi të bëjmë me tender fiktiv. Interes të publikut, fiktivitet s'ka pas asgjë të fshehur. 2. Aeroporti i Vlorës. Se themi po mori vesh Valoni që po bëj një publiko vëlla, si ku mori vesh. Ju lutem, largimi i turqëve, pyetje për dy avokatët. Një fjali, se më thanë shteti po dëmtohet. Po themi që shteti po dëmtohet. Shteti nuk dëmtohet asesi vëlla, se jo me le. Sekond bano. Nëse aeroporti vdes, që shteti dëmtohet, këta nuk dëmtohet. Ndërtime me leje, punimet në aeroportin e Vlorës janë bërë nga kontraktor në kontraktor subjektet të shumëta që kanë punuar në atë ditë, apo? Do marrë 20 milion euro. Ka çmim, ka dhe manual çmimesh në Shqipëri, si që di me gjithë. 120 milion euro, zoti Berisha. A ka manual çmimesh këtu as ka? Ka manual. Pra ka nga 2015 që jam djeni dhe ka dhe pastaj. ka. Ky manual i çmimeve, ka dhe një inxhinier të pavarur atje që pranon punimet, kush kryen, sa kryen dhe çfarë bën. Se cila situacion duhet nënshkruhet dhe duhet pranohet nga një inxhinier i pavarur. Pra, deri këtu jemi në rregull. Pra, nuk kemi të bëjmë asgjë fiktive, pra kemi të bëjmë me kontribut të 2 as plot 25 milion. Jo, të kuptosh, gjitha këto që the ti, duhet t'i certifikoj, jo ti, me mua. Jo vëlla, po inxhinieri, po çfarë është inxhinieri? Të kuptosh një gjë, Pano. Tani, për të kuptuar një gjë, të gjitha këto që thua ti, Shteti shqiptar ti ka garantuar me një pagesë për 10 vitet e para që fillon nga 11 milion. Po me rasetin ai. Një sekond. Prandaj mbetet, prandaj është konsorcium. Ju lutem. Unë keni 0. Ne i kemi dhënë, ne shtetit i kemi dhënë huava. Për shembull, kemi dhënë djerës. Ti pretendon që ke 47%. Do të më lejoni do merrni 140 milionshin, nëse aeroporti nuk ka 0 fluturime. Ju do merrni 140 milionshin. Ju lutem. Do e ndani 70 me 70. Duhet të bëj një ndryrje. Dhe ti ke fut në xhep 20 milion. Me leje, a po themi ne që aeroporti është pronë në shtetit. Të lutem shumë, duhet të bëj një ndryrje shumë. Vetëm ta dim që aeroporti është pronë në favor të shikuesit. Po. Ju këtu, si ekspert, ju si avokat, dhe 2 ekspertë që kam thirrur unë, kuptojnë mjaft mirë. 2 të tjerë që më shkruajnë mua në telefon, vazhdimisht, Zef Preçi dhe dikush tjetër, kupton shumë mirë. Popullata që unë i drejtohem në emisionin nuk e kupton. Të të gjitha këto detaje që ju juni. Tani do t'ju lutem për e të fundit, për ndryshëm do të mbyllë emisionin, që ne ta thjeshtëzojmë këtë... Po na bëj pyetjet e thjeshta që mos i komplikojmë. Atëre pyetje thjesht është kjo, avokat.
largimi i Turqëve a e rëzon koncesionin. Si përmbushje tani kriteri teknik. S'ka kriter teknik. Ju nuk lejohet të ndërtoni. Turku nuk e ka plotsu dhe ka një kontrat valide tani që është Mynihu. Pas largimit të turqëve, pyetja ime është, avokat, duaj një përgjigje shumë thjeshtë Po thjesht është vëlla. Turqit u larguan. Po. Kush e vendos kriterin teknik? Kush e plotson? Kush e plotson? Turqit e plotsonin. Tani atas janë. Pas turqëve është Mynihu. Dhe zoti Pacolli Mynihu del falso. Ku e keni Mynihu? Ku është Mynihu? Ku është? Aeroporti Mynihu ka marrë. Se ka anullu. Ku është? Ku është? Si ku është? Por akoma s'është funksionalizu për të operu. është nën kontraktor edhe me kam... Për operimin, do më thënë është... Po, duhet paraqit kontratën në ministri. Në më vla, pas kemi arne për diskutu se cilin çështje biznesore në një studio televizive, por çështja kush do ta operoj, kush kompani do ta operon, pra kush? Do tjetë... Ana i jep ne këtë kompani ta shënojmë i nderuar avokat? Mynihu thot jo, unë jam trequr. Mynihu thot jam trequr. Atëre kush është? Mos është Mos është Dortmundi pastaj. Jo, nuk është vërtet. Zoti Rakipi, vetëm për t'ju qartësuar. Po jo Dortmundi qytet. Zoti Rakipi, për t'ju qartësuar. Jo, Dortmundi qytetare. Borussia është tjetër. Zoti Rakipi. Dortmundi qytetare. Borussia Dortmundi. Zoti Rakipi. Largimi kompanisë YDA. Jo, largimi kompanisë YDA ka marrë miratimin nga ministria, që është autoriteti kontraktor dhe kjo është një çështje e mbyllur. Pra, nuk është më fal. Ishte për diskutim. Është Mynihu është i aprovuar nga ministria? Jo, ka Mynihu. Atëre tani kjo është një prallë pastaj, kjo është një mashtrim. Zoti Berisha, unë dëgjova zotin Ademi ditë më parë, i cili tha stafet tona me stafet e zotit Pacolli u pan dokumentat dhe të ram arritëm përfundimin që nuk i plotsonim kriteret. Prandaj tenderit e kishte fjalë. Po, prandaj morëm tenderi vazhdon, nuk është vetëm momenti. Prandaj morëm Ydan. Yda doli tani. Po. Dhe është zëvendësuar me kontratën e Mynihut. Ka kontratë me Mynihu? Po, ka kontratë. Mund ta tregoni? Po. Është depozituar, mund t'ja u dërgoj ditën e nesme, nuk e kam në posedim për momentin, por është... E ka thënë zoti Pacolli ka një nga pjesët e sakta. Jemi duke diskutuar për një kompani... Kjo do t'a vështirësoj. Kush e ka kriterin për ndërtimin e pistës pasi ikën Turqit? Jo kush do t'a menaxhojë? Për ndërtimin e pistës jo vetëm që është ndërtuar, është certifikuar, është testuar. Për menaxhimin. Marrukje software, hardware, çështje tjera ato. Për ndërtimin e pistës ka dyja, ka ndërtuar dyja. Është kry, është testuar madje. Jo, vetë maj është kry për ne aeroport. Për menaxhimin, ju thoni që ka një kontratë me Mynihu. Kështu e dim ne. Dhe kështu është deklaruar dhe pohu nga zoti Pacolli. Ju thoni që ka një kontratë me Mynihu. Që duhet paraqitur Ministrisë të Ekonomisë sepse ju jeni 6 muaj para hapjes, pra para afatit që është data 1 mars. Përfundimin të punimeve. Dhe duhet ta keni, sepse duhet filloj të përgatitet kompania, pra konsorciumi, për ta menaxhuar aeroportin. Ju duhet keni shuar në... Sepse aty e marrin vesh ne. Pra kur ju e çonin në ministri, ne kuptojmë që ka një kontratë për menaxhimin. Në kontraktim. Po diskutoni për diçka që është kryer vite përpara. Nuk po të diskutojmë diçka të ditëve të fundit, të viteve. Po s'ka kontratë me ministrin me Mynihu. Shumë cilësore. Nuk është si në thuhet që Valona Demi thotë që ka investuar 25 në kontraktim. Po është e certifikuar. Ndërsa Pacolli thotë si e doni ju që të kishit ju akses. Zoti Pana. Publikohet ajo. 2 avokatëve. Pjesë e kontratë. Valona Ademi thotë që ka investuar 25 milion euro. Ndërsa Pacolli thotë që janë investuar 140 milion euro. Në fakt, si pas shifrave, erën e kaluar, avokatin nderuar. Erën e kaluar. Po i tregoj kontratën e me aeroportin e Mynihut, zotit Soko. Po të më dëgjosh mua se unë e drejtoj. Se pastaj bëhet prallë këtu me mbret. Miratuar. Avokat, të lutem. Shiko sa e thjeshtë është. Se erën e kaluar unë bëra një ndërhyrje me 25 milion euro që dhe i pyeta zotin Klod Tomori, se ky ditë i llogarit shifrat. Se me 25 milion euro, ky ka 2%. Valona Demi. Po a i me 98, do me thënë, me 2% a i ka investuar 25 milion. Dhe i bie që financuesi kryesor, do me thënë Pacolli, me 98% të ketë investuar 1 miliard e 350 milion. Dhe se del aeroporti nga Vlora aty, në Gumenic. Tani si
Me këtë Mund t'ju qartësoj me këtë sas, jo, nuk është kjo pyetja. Pyetja është që Valona Demi thot 25 milion. Ju thonin 140 milion. Tani, si i bëni ju reale këto shifra? 25 milion. E para... Berisha dhe... Okej. Me që pa tjetër. Zoti Pacolli është deklaru për 120 milion, unë me sa jam djeni, kjo shifër nuk është realizua akoma dhe nuk është investua akoma në aeroportin e Vlorës. Kjo është djenia ime. Por shifrat, çështjet operacionale, nuk janë çështjet të një avokati as të mia, as kolegut besojnë përballë. Ajo që është e rëndësishme për ne, është e rëndësishme që 25 milion të dy as janë të verifikuara, kredia prej 56 milionësh është ndarë në 2, pra 50% paguhen nga 2A-ja dhe 50% paguhen nga MAPCO-ja. Kjo është fakt, nuk është spekulim. Dhe për me tepër, si që thashë edhe me lartë, po përsëris prapë. MAPCO nuk ka marrë, nuk është kredimarës, via është në BKT. Pra, si entitet, si subjekt juridik, via është kredimarësi dhe aksionarët e vijas 2951 është realitetit dhe kështu dhe të provohet në fund të një procesi që besoj që do t'ishte në të mirë, të përgjithshme e në interes të drejtësisë. Po kodat e vijas janë në BKT barë? Kodat e vijas janë barë? Po si do ja marri... BKT-ja është në djeni... Delfosi i BKT-s? Jo, shiko. Tash, si do t'ja marri Delfosi në BKT-s? Kjo është hileja tjetër dhe kjo është mashtrimi besoj unë tjetër. E para me marrveshjen me Delfosin, ju besoj që e keni lexuar e studiu, ka qenë edhe publikisht, MAPCO-ja, pas shpinës së partnerit e saj, ka Zoti Pacolli, sepse ai ka folë dhe ai është strumbullari i gjithë kumbaris atje, ka marrë detyrim që të shly edhe... Pra me parat e Delfos do paguaj BKT-n? Por, nëse dërgjoni Zotin Pacolli, herën e fundit u deklarua se ka marrë, jetojmë në një ekonomi tregu, që duhet japën llogari, ka marrë dhe për bizneset tjera, ndërkohë që kur lexon kontratën... Që e thot ai që ka marrë për bizneset tjera? Po mërë thot ai, te Blendi ka thënë, te Fevziu, e ka thënë ai. Dhe thot, unë jetoj në një ekonomi tregu... Merë 100 milion eurot edhe ikën talë aeroporti... Jo, po ai thot një gjë tjetër, jo, avokat. Jo, avokat, eja të lutem. Thot që kontrata e UAS, 100 milion euro që MAPCO ka marrë nga Delfos, përcakton që në rast mos përmbushjet kushteve, Delfos ka të drejtë të vendosë nën kontroll llogaritë bankare të aeroportit Vlorës. Tani e mori MAPCO miratimin e aksionerit tjetër ku vendosi të lërë Penk, avokat llogaritë e aeroportit tek një kredi që ka marrë MAPCO? Duhet qartësuar në fillim... Sepse bordin e merë MAPCO, ndërsa detyrimin e ka MAPCO plus 2A Group. Duhet qartësuar që në fillim që nuk ka asnjë peng mbi kuotat e aeroportit. Mbi kuotat quhen... Jo, thot për llogaritë bankare. Të aeroportit të Vlorës. Po. Të vijas. Në rast defaulti, thot kontrata... Si mund të vendosin MAPCO për... Atere, kontrata thot që në rast defaulti në pagesën e borxhit, Delfosi ka të drejtësiz të ngri llogaritë bankare dhe të posedoj, të disponoj llogaritë bankare që ka vija dhe të gjitha të hyrat që vinë në llogaritë bankare. Me keq. Është edhe me keq. Jo, pra, duke qenë se ato lek ju takojnë të dyve, nuk janë vetëm të MAPCO-s, sepse është edhe me 2%, s'ka rëndësi, 2%. Si e keni miratuar, si ja keni dhënë ju të drejtën në kontratë që keni nënshkruar nëpërmjet një vendimi të asamblesë, nuk diskutohet. Por a e keni diskutuar? S'ka rëndësi, të vijas. Të MAPCO-s, më falni. Se tash. Pra, si e keni lejuar, a e keni marrë juve, sepse ai vërtet tani ka të drejtën për t'ju ngritur i padi për grabitje. Mashtrim vëlla, vjedhje e pasurisë. Vjedhje e pasurisë sepse llogaritë bankare janë të dyve. Pra, aty keni 100 lek, 98 keni ju, nuk po futen fare të aksionet, 2 lek i ka ai. Tani këto 2 lekët pse ja merrni ju aty pa e marrë leje? Nuk e di cilën kontratë keni lexuar që ka. Nuk e di, kjo zyrtaren kam unë, ato në anglisht, nuk i kam në shqip asnjë. Jo, po s'ka rëndësi kjo. Ka rëndësi që ka rëndësi zoti Rakipi partnerit tjetër. Ka rëndësi zoti Rakipi sepse ka s'kan marrë leje, që ja u heqin pak zoti Berisha se po flas. Sepse ka disa drafte që kanë në qarkullim, nuk janë ekzekutuar asnjë kontratë e vijas.
nuk është ekzekutuar asnjë kontratë e Vias me Delfos, ka një kontratë, jo, se po flas. Ska disa drafte. Verzioni ekzekutus është ky. Pra finali, ekzekutus, në pikën 23, me leje, në pikën 23, aksesionimi në vija, hua marë si shtes, jo me vonë se 30 ditë, pas datës e planifikuar të përfundimit, hua marë si duhet sigurohet që vija të aderojnë në këtë marrëveshje si hua marrës shtes. Okej. Pra, vjo pikën pasuse. Duhet marrë si duhet i dorëzoj u adhanësit një letër aderimi. Jo një letër aderimi. Cila pikë? Ajo thot, po i bie sikur lexoj SMS-in tash të zotë Pacolli dhe aty ishte okay. Po ima zoti Berisha, sepse ajo kontratë thot që ajo kontratë që ju vjen aty. Është mbajtur mbledhja e asamblesë Vias me leje. Është pyetje thjesht. Është mbajtur mbledhja e asamblesë Vias për të trajtuar këtë kontratë, këtë ofertë, këtë mundësi me 7.6225% e cila për 5 vite rresht, pra për 5 vite rresht i bie që të paguaj rreth 40 milion, pastaj pa mundësi kthimi, nuk ke shans për ta kthyer edhe nëse Via i realizon 50 miliard euro fitim, nuk ke shans për ta kthyer më herët, pra nga koha që është planifikuar dhe për më tepër, pas vitit 5 ke 28 milion që duhesh deponosh atje. Nëse ke lexuar me leje, nëse jemi te kontrata, kjo kontratë në fakt jep kontrollin mbi të drejtat e pronarëve. Hiç s'është e rëndësishme 0,2%, është 0,1%, apo është 2%, apo është 49%, apo është 51%. Kjo kontratë e ka quar Vian komplet 30 ditë pas përfundimit dhe jo me vonë se 90 ditë siç kërkon zoti Pacolli të lexoj 18-3 atje, e ka shitur vlla. E ka shitur, është e shitur, është e kamufluar, është e maskuar dhe për këtë arsye është denoncuar për mashtrim. Nuk ka formë tjetër. Po t'ishte sinqert marrëveshja, po t'ishte transparente marrëveshja. Pse dyja grupi nuk uftua në asnjë mbledhje, nuk diskutua në asnjë mbledhje, por uftua për të shkarkuar administratorin. Pse u dash të futet gjykata me mas sigurie? Për shkak se u thirr mbledhja për të bërë ndryshime statutore që aksionari magjoritar thotë ja 2 lekë ti, del këtu sepse kam shitur tash me Via. Kjo është mashtrimi, vlla. Kjo është mashtrimi dhe kjo është rreziku. Kjo është verzioni, me leje. Kjo është verzioni përfundimtar. Ma gjej një normë që e mban Vian të padëmtuar këtu. Ma gjej një normë të kësaj kontrate që thotë që Via nuk ka asnjë detyrim në rast se MAPCO ja dështon. Ma gjej një normë që thotë që kjo kontratë i lejon zotit Pacolli të siç u deklarua ai që të marrë mjete këtu, të mos i sjellë në Shqipëri, të ndalë në Kosovë, ditën e ngarkimit të vendimit të QKB-s të hap MAPCO në Kosovë, të mos i sjellë për të ikur filtrit të Bankës Qendrore të Shqipërisë dhe jo vetëm shërbimeve të tjera që bëjnë verifikimin e pastrimit e larjes së parave që ne quajmë atje, ma gjej një normë të kësaj kontrate, e cila është e favorshme për Via. Ndo unë e mbyll këtu dhe i kërkoj ndjes zotit Pacolli jo vetëm këtu, po kujdo qytetari që na dëgjon që sa ditë rresht. Po, mbaruat? Po mbarova. Po i pres juve. Ajo kontratë është një kontratë e nënshkruar nga MAPCO dhe e garantuar me asete. A është ua marrë shtesë Via apo nuk? Më fal, mendova se ju pyeta mbaruat. Po ju pyes, a është ua marrë shtesë apo jo? Via. Potencial. Potencial? Ma gjej fjalën potencial lutem urdhra? Nëse plotësohen kushtet. Jo. Gjej fjalën ku është potencial. Ka garantuar vëlla. Ka garantuar, po urdhra. Ma gjej fjalën potencial. Kontratë trash shumë duket. Kjo është kontratë trash, ma gjej fjalën potencial. Ta japi anglisht, ta don anglisht. Milion euro. Cilën e ke me let? Se të dyja ti kam studiu. Ky është në gjuhën shqipe përkthim. Po është verzioni ekzekutueshëm. Ja u tregoj. Mund t'ja u tregoj. Zef Preçi më shkruan që kjo është nul, në qoftë se nuk firmohet nga ministria. Jo më jo. Kjo është nul. Dhe është një nga kriteret e shënuar në kontratë. Jo për shkak se të mos në shkrimet. Jo, dëgjoj. Zoti Ademi do të ngrijoj, zoti Berisha këtu me si përfaqësuesi i tij, duan të krijojë një lloj amullie lidhje me një jo. Na sqaroj jemi një hua, po patjetër. Jo. Unë pyeta, pa marr si shtesë. Unë ju pyeta, se na futen detyrime, se na futen detyrime Berisha, a mbaruat edhe më thatë që po. Më shkruajnë që ke folur shumë. Tani, të flas avokati, po të lutem. Por unë të bëj pyetje dhe dua këtë përgjigje. Ju keni marrë leje për 100 milionë. Nuk marrim leje për 100 milionë, sepse ky 100 milionë nuk është i garantuar me asetet e Vias, as me kuotat e Vias. Çfarë thure? Çfarë është ua marrë si shtesë vëlla? Ma defino për qytetarët e Republikës Shqipërisë e Kosova e kuptojnë. Jo, shiko. Çfarë është ua marrë si shtesë që ka garantuar 30 ditë para datës përfundimit? Nuk ka asnjë obligim të Vias në atë kontratë huaje midis MAPCO SA dhe
Vërtet e ke? Vërtet, sinqerisht e mendon apo pëthu si avokat këtu? Si mundet, më fal pak. Pse kjo është një diskutim. Ti e gjithmonë si avokat. E mendon apo avokan? Po ka dëshirë të jetë kështu? Kuotat e Kuotat e kujt? IAS janë të lëna në regjistrin e barave siguruese për BKT. Po? Kur ka një barë siguruese mbi kuota, nuk mund të vendoset një tjetër barë siguruese mbi kuota, ose nëse do vendoste huadhënësi i dytë, do merrte riskun që kredia e parë do ekzekutohej, barra e parë do ekzekutohej përpara asaj. Dhe nuk do kishte asnjë kompani financiare e cila do merrte përsipër riskun që të merrte si garanci kuota, të cilat janë ose çfarë lloj aseti që është dhënë tashmë garanci. Janë kuotat. Ajo që... Okej. Zoti, më falni Zoti Berisha ato po thot. Ai po thot do japë po shet kompaninë. Më dëgjoj. Zoti Berisha po thot që po shet kompaninë. Të ardhurat e kompanisë Via, që ta thjeshtojmë bisedën, Të ardhurat e Mapkos, të kompanisë Via. Të ardhurat e Mapkos. Jo. Në rast të ardhurat e defaulti të Mapkos. kompanisë Mapko, thot. Pra në qoftë se ju, kompania Mapko nuk shlyen dot kostin e radhës. Lenderi, ai që ka dhënë lekët borxh, ka të drejtë të ndërhyjë dhe të bllokojë llogarit Vias, llogarit bankare. Llogarit bankare pra. Kuota do mbeten Ka të drejtë të ndryjë për avokat. Okej. Nuk mundet Mapko të marri përsipër Po e keni në për kontratë. Vian. Po nuk mundet. Njëjta gjë si Është në kontratë me avokat. e njëjta gjë si çuçi. Po jo, ma nuk është. Jo. Nuk është në kontratë. Juve e keni të termat e referencës. Pengu negativ. Ore, ju e keni të termat e referencës. Po e dashur. Nuk është në kontratë. Ore, Pengu e keni negativ. të termat e referencës. Ekipi. Si nuk është Via në Një kontratë? sekondë Kjo është më rëndësi. Nuk është Via në kontratë. Ja, po ta gjej unë tani direkt. Kus është marrëvija me kontratë? Ja, mos e ja gjej unë, s'ka Është problem. Via në E ke kontratë. lexuar Po në sikur ti jetë avokat, pastaj çfarë do të thuash? Versionin e Kjo s'ka ekzekutues. kuptim. Se ta gjeti ajo ma lexo dhe në anglisht ti një. Në moment ma lexo dhe në anglisht. Që Via mund të bëhet zëvendësues Jo, i asaj kredie. Po pra, mund. kredia mund të bëhet zëvendësues i asaj kredie në përfundim të afatit të operimit 30 ditë më pas. Kjo nuk e ngarkon Vian me asnjë detyrim derisa të plotësohen të gjitha kriteret përkatëse që do marrje. Jo pra, po dhe po Ne tani jemi folur për marrëveshje zyrtare. Jo, zyrtare. Jo, më s'është punë. Pas gjë s'ka firmuar ministria. Pikërisht që s'ka Tu janë paratë që merr Betit Pacolli këtu dhe Nuk kam. Nuk e që thot për Vian marrëveshja, kolegë. Kjo Vjen s'është kaq si pas ke lexu. Atëre, projected means the design, construction and operative and maintenance of the airport in accordance with the terms and conditions included to its Mos e lexo anglisht concession Allah, agreement. se si ke kret anglisht. Lexoja shqipër zotëri tani se na morën po ja them në anglisht, fle popullata totalisht Po tani. i them një gjë tjetër unë, me leje. Pra, Po i them një gjë tjetër. Pra, projekti Jo, me është leje. ndërtimi, operimi i aeroportit Përndryshe? pas asaj që është përshkruar. Po vetëm dëgjoj tek marrëveshja koncesioni. Vetëm dëgjoj këtë pjesë. Pengu negativ. Në këtë klauzul 3.3, kauzi e siguri, do të thot një marrëveshje ose transaksioni përshkruar në paragrafin B më poshtë. Via nuk do të krijoj ose lejoj të mbajtur në siguri mbi asnjë nga asetet e saj. Via nuk do të shes, transferoj ose disponoj ndryshe ndonjë nga asetet e saj me kushtet e saj sipas cilat ato jepen ose mund të jepen me qira ose të riblehen nga Via ose kompanitë e saj të lidhura. Via nuk do të shes, nuk do të transferoj, nuk do të disponoj ndryshe nga llogaritë e saj të argëtueshme në kushtet rekursi. Pra Via është shitur. Dhe kështu është me sinqertitet qytetare. Jo. Via është shitur, jo aseti i saj. Aseti është i shtetit. Via është shitur. Zoti Shitet Via. Por Via është lënë peng. O vlla, Via kush është aksionari i Vias, nuk është shteti, nga ndaloj, mirë, bëjmë dallim mes objektit fizik dhe subjektit juridik. Jo aeroporti. Pra, Nuk diskutojmë pra aeroporti. subjekti është në prëndësi të zotit Ademi, po shitur vlla, sepse ai ka kontroll për plot 35 vite. Ai ka kontroll në gjithçka. Tani unë kam një pyetje në inxhinierin, për fshirjen e administratorit, për fshirjen e hapësira, për fshirjen e çdo operim që e bën Via. Këta thonë nuk është pjesë e kontratës, thonë kur Me këto zhvillime që kanë ndodhur, abuzimi që do të dy analistët, me këto zhvillime që kanë ndodhur, a ka rënë koncesioni i aeroportit Vlorës? Tani sun. Po. Mos i duani. Për mendimin tim, po. Pra, situata këtu është marrëveshja mes partnerëve të cilët do duhet ta çojnë përpara aeroportin. Unë besoj se i ka vendosur koncesionarin përpara kushteve të
më falë, mos gaboj, është në 23 i ligjit për koncesionet, në cilën shteti shqiptar duhet të ndërhyj për të bërë të mundur që shqiptarët kenë një aeroport. Sepse në këto kushte siç është dhe në kushtet juridike, po edhe marrëdhënia mes koncesionarëve bën të pamundur pasjen e një aeroporti për qytetarët shqiptarë. Qytetarët shqiptarë duhet të kenë një aeroport dhe çka ka ndodhur penalisht apo nga pikpamja e kodit civil, të duhet patjetër të gjejë një zgjidhje nga prokuroria në radh parë dhe më pastaj nga gjykatat e faktit të shtetit shqiptar. Shiko, kushti i vetëm thelbësor që çon në prishjen e çdo kontrate, dhe kjo është në ligjin e koncesioneve, besoj është edhe në ligjet në ligjin e prokurimeve publike, është kur Në rast mashtrimesh. pala është në keqbesim dhe mashtron. Tani këta e akuzojnë njëri tjetrin për mashtrime. Shteti ka drejtën Skemash për krijim kështu. Në këtë situatë, qeveria shqiptare ka të drejtën, nëse qeveria sigurisht do të kishte interesin publik, ka të drejtën të ndërhyjë dhe të marrë koncesionin, sepse koncesionari është në kushtet e mashtrimit, është në kushtet e keqbesimit. Ka krijuar skema, marrë lek këtu, marrë kredi atje, bëj marrëveshje aksionesh të fsheta, skema të cilat nuk ndodhin në një koncesion normal. Prandaj, këtu tani, kjo situatë ka hap disa riske. Risku parë është që ky aeroporti mund të përfundojë si histori e Armës. E mban mend Armën ç'a ndodhte, shkote nga një mashtrues tek tjetri, linde gola me miliona, me qindra milion euro në shtet edhe iknin, dhe pastaj përfundonte sa te banka, sa një bankë sa te tjetra. Pastaj shteti doli vetëm me 500-600 milion euro humbje. Risku parë. Risku dytë është ky që të merren këto parat me këto skemat e kredive që bëhen lart e poshtë, e të lihet aeroporti aty, si një aset që nuk vlen fare. Dhe risku tjetër është që gjitha kjo mund të jetë edhe një lojë për arbitrazh. Në fund mund të jetë edhe një lojë e dakordsuar për arbitrazh. Hajde bëjmë nga këto gjëra, mos ndërhyjnë shteti, na bën një gjë dhe pastaj shkojmë marrim lekë në arbitrazh. Pra këtu tani, Pra mund të shkojnë në arbitrazh ta. po sigurisht, kjo është hapur para. Po sepse dikush ma shkroi mua që pastaj në fund është arbitrazhi. Po. Duhet ndërhyrje e qeverisë për shtetëzimin, thotë Zef Preshi, po njëkohësisht ai thotë të njëjtën gjë edhe me këtë. Pra, Pas kësaj vjen arbitrazhi. Do shkojnë Kjo shitja e dyshuar dhe nga unë thotë mbas kësaj vjen arbitrazhi. ky biznes tani Është ndërhyrje e qeverisë për shtetëzimin, thotë Ky biznes- Zef Preshi që është një ekspert. Ky biznes Në vjerandi me ju përgjigje dhe se freqet. ky Jo, biznes Okej, do i përgjigjem pyetjen e... Unë për opinionin publik tres ekspertë të cilët Jo, patjetër, Preshi s'ka patjetër, interes për me aeroportin, plot respekt. Pano Soko nuk ka fare, as këto të mori. mason në interes Asnjëri nga të këta që kanë tirun nuk ka interes. Po japim mendime, Ju jeni palë, po japim fakte. dhe unë ju dëgjoj si palë ju, e kupton? Ju si Patjetër. palë, ju jeni subjektiv. Fare subjektiv. Do zhvillimet që kanë ndodhur, pra e ekspozojnë aeroportin përballë shumë rrezikeve. Dhe prandaj kjo duhet marrë një zgjidhje dhe unë mendoj që sigurisht autoritetet duhet të ndërhyjnë, sepse ajo që po ndodh sot është e qartë. Këta zihen njëri me tjetrin, ndërkohë që interesi publik nuk e mbron askush. Ta shkojnë njëri me tjetrin gjykata për të ndarë plaçkën, se unë e thash edhe herën e kaluar që kjo nuk ka ndonjë gjë parimore këtu. Këtu është thjesht, është marrë një llok edhe tani po zihen për të ndarë plaçkën. Jo, s'është ashtu absolutisht. Pa ashtu është mos e ta thash. Si unë plash njerëzën e dikujt, investimin e dikujt, kapitalin e dikujt, trashëgimin e dikujt. Nuk është investimi yt. Si s'është? Është investimi garantuar me paratë e taksapaguesve shqiptar. Ti ke risk zero. Çfarë risku zero? Zero mo. Po kush t'jep ty para për... Po, me koncesionin i ke marrë, me koncesionin i ke marrë. Para falas pa interes shteti, ku i merr para pa interes? Kjo në fakt, zoti Berisha, kjo do duhet parë pse. Jo, Si parat e mia? paratë e xhepit tën ke? Të kujt janë? Jo, do pra, duhet ti parë ke shku pse. me letrën, me koncesion. Se ndodh kjo? Ke shku në bank, Po? dhe me këtë letrën ke marrë kredi në Çfarë bank. thua, janë dhuratë? Për çfarë vlere? Si kush t'jep para, se e vërtet është. Janë dhuratë apo Zoti Berisha, Po si dhurat, pikërisht pra për këtë po çuditemi dhe ne. Si mund thuhet? Si ndodh që ju vetë merrni koncesion me kapital rreth 200 milion euro. Kur ndërkohë Pa risk Po, avokat për zero risk.
Po jo, më nuk është s'ka- Ju qa do hidni do Avokat, atëre zero riskun. Jo, tash duhet i komentoni të dy me çfarë thanë. Shteti është e sigur që do paguaj 120 milion. Këtë 20 minimalisht. Okej. E sigur. Shiko, çështja e arbitrazhit e para. Të që po thua ti, po them dhe unë. Dhe unë çuditem si ka mundësi që ne kemi dhënë këtë koncesion të tillë. Po jo. Arbitrazh në Londër është. Para, jo, arbitrazhi. Tani si jeni ju për koncesione që kemi dhënë ne, për legët tona. Delfosi ka parapar me zotin Pacolli jurisdiksionin e Anglisë për të marrë vesh mes vete. Dhe kudo që Delfosi zgjedh për ta trajtuar çështjen, por 2A grupi asnjëherë kur nuk do ta çoj shtetin shqiptar përballë asnjë arbitrazhi e para, sepse nuk ka arsye. Arbitrazhi të Londrës më shkruajnë. Po jo më jo, po shiko. Unë po flas për MAPCO, shiko, MAPCO ka mund ta çojë atje ose te 313-a, si e quani ju. Sepse këtu ka një të vërtetë, nuk ka dy të vërteta. Po ti isha unë prokuror shteti. Përballë kam një denoncues dhe një të denoncuar. Një njeri që herë mohon në nënshkrimin e herë pohon në nënshkrimin me duart lagura e nërësirë, herë thot ka vendim asambleje, herë s'ka vendim asambleje, ai ose duhet përfundoj në burg, ose zoti Ademi që e ka denoncuar. Po që se del, që faktet e cilat i ka parashtru publikisht zoti Ademi, dhe kam avoku unë se paku 2 herë publikisht po ashtu të këtu, tek ju unë e qoj direkt në burg vetë, si me këti ngusht, si bashkëpunëtor në fushën e drejtësisë dhe jo vetëm, unë e dorëzoj atje. Prokurori shqiptar, kushdo që është ai nuk e di e nuk kam njohuri, është para një situate që duhet të mbroj jo interesin e zotit Ademi, sepse interesi i zotit Ademi mbrohet në ligjet shqiptare, me kushtetutën shqiptare dhe me këtë norm të mirë zakonore që aplikohet në kontestet komerciale. Por duhet mbroj interesin e shqiptarëve, taksat e shqiptarëve. Prokurorisht, po të isha unë prokuror shteti, nesër do urdhroja arrestimin e mashtruesve, për cilët unë besoj që ka dyshim bazuar tashmë për mashtrem. Unë, patjetër, absolutisht, unë do sekuestroja dhe do merrja në administrim MAPCO në Tiranë, do inicioja hetim për shpelare parash, unë do inicioja hetim për dëmtim kreditor, është evidente, e zeza mbi të bardhën, është e shkruar që jo vetëm që është shqitur aeroporti, pra vija është shqitur, nuk po flasë për objektin, sepse objekti fatbarësisht do mete tu, paqka se me kontrate kanë mashtru se toka është pjesë e vijas. Pra toka është pjesë e vijas, kështu shkruan kontrata, vjen keq që nuk është lexu. Pas ka shit dhe kullën e Saad. Po të lutem shumë. Pra, kemi këtë situatë. Sistemi drejtësisë, unë Berisha. Po të lutem. Se ndaluat aty, pse nuk filloni që nga mënyra si është dhënë koncesioni? Po ti isha unë prokuror, do kisha filluar që nga mënyra si është dhënë koncesioni. Në një proces që daton 4 vjet. Do edhe ti është dhënë ky koncesion. Nga data data të dyti dhe jo të parit që fitojnë. Ne eftojmë e tjerë. Nisim që aty? Se erdhën turqit dhe ikën. Me leje, si jurist dhe si shtetas i Shqipërisë dhe i Kosovës. Unë ftoj çdo herë, kurdo dhe kudo që pretendohet për një parregullsi, për një dëmtim të interesit publik ose abuzim me paranë publike ose me asetet e shtetit, të iniciohet hetim. Sa i përket 2A grupit, sa i përket zotit Ademi, unë flasë me bindje, me garanci morale e penale e çfarë do garancie për ato çfarë po parashtroj këtu. Nuk ka marrë për të hedhë hi syve askujt, vjen keq që një pjesë të dokumentacionit kolegu nuk e ka pa ose nuk e kanë shfaq, ka mundësi, nuk e di në ke pa kontratën me Delfosin apo jo, sepse si jurist, po ta këshilloj e zotin Pacolli, kur nuk do lejohet në shkruan të një gjë të tillë, përveç nëse kishte synim vërtet për ta shitur aeroportin dhe ai të tërhiqet përmes kompartment Bernina dhe ta lë kompartment Bernina. Avokate dhe fjalë se nuk duhet ta zgjatim më tej. Të flasë avokati në pension. Shumë shkurt për zotin Soko dhe zotin Tomori, nuk është shteti shqiptar garanton vetëm nëse aeroporti nuk do kishte asnjë lloj të hyre, vetëm ai do ishte rast në cilin do paguajnë ato para. Ky është një rast risk zero. Lutem. Ky është risku zero. Jo, po do ishte vetëm nëse nuk do kishte asnjë të hyre, po edhe nëse do ishin vetëm pagesat e shtetit shqiptar, nuk do mjaftonin për të mbuluar investimin bashkë me interesat përkatëse të gjitha. Kështu që risku është dhe E tillë praktikë, kolegë, më falë, e tilla praktika, si që ka ndodhur këtu janë gjithandej botës për rastet koncesionit. Pra shtetet një farforme vend garanci, sepse nuk mundet asnjë biznes, vjen dhe të 150 milionë dhe 10 milionë. Ja ta them unë, erdhën turq që ishin shumë më të mëdha se sa kjo Ida dhe
Dhe e kërkuan 120 milion. Ndërtuan ata gjë apo jo? Jo, nuk ja firmosën. Jo, nuk ja firmosën me 120 milion. Ne kemi tash objekt. Me 120 milion. Juve ja firmosën me 140. Dakord, ky është problemi. Zoti të mori për të rikthyer pak. Ja dhe njërë të mos e ndërpresim. Panot mos e ndërpresim avokatin. Nuk është Valon Ademi ai. Më fal. Zoti Kërdupi, po. Shumë kakofonin që se unë flas edhe rikalon tema në një diskutim tjetër. Ka risk për investitorët, është një investim te fitimprurës për shtetin shqiptar, ka kushte shumë të njëjta, të ngjashme me koncesionin e aeroportit Prishtinës, i cili është për momentin një nga koncesionet më fitimprurëse në rajonin e Ballkanit për shtetin e Kosovës, dhe i tillë pritet që t'jetë dhe aeroporti i Vlorës, i cili në momentin që kalohet pagesa maksimale, shteti shqiptar për 10 vitet e para merr 50%. Po duhet ta kaloni njëra ata. Ajo është pritshmëria. Kalohet pa filleshim. Ai është i gjithë interesi ekonomik, që ajo vlerë të kalohet. Nëse ajo vlerë nuk kalohet, nuk ke as vlerë. Të t'japin për të ngrënë 2 pula, 3 pula. Po zoti Soko, unë ju tha që bëni kakofoni tani nëse flisni mbi mua, se kjo nuk ka sens. Dakor, jo. Unë po ju them që gjithë interesi nuk është interes, sepse s'do ndodhi asnjëherë. Gjithsesi m'fal. Interesi është që ajo të kalohet. Dhe kjo vlerë nuk është as 20% e asaj çfarë bën aeroporti i Tiranës. Pra diskutohet që të arrihet vlera e 20% e aeroportit Tiranës për të kapur këtë vlerë maksimale mbi të cilën shteti merr mbi 50%. Po kjo nuk është për çfarë ne jemi mbledhur sot, dhe nuk është tema e diskutimit. Tema e diskutimit është një kontratë e nënshkruar nga zoti Valon Lluka me zotin Valon Ademi me nënshkrim pa pas tagrat e përkatës. Ka dokumenta që janë paraqitur sepse janë 3 kontratat të ndryshme të shitjes, njëherë 40, njëherë 47 dhe njëherë tjetër 47, janë shit në total 137% e aksioneve të Vias për zotin për 2 anë. Çuditëm që pretendon vetëm 49, çuditëm që pretendon vetëm 49. Çuditëm që pretendon vetëm 49% kur janë 3 herë është fshitur ajo kontrata me 137. Lutem se nuk ju ndërpreva, nuk të ndërpreva. Jo. Kemi një kontratë kemi me vulë rrethore, një kontratë kemi më të madhe se sa. Kush i prodhon vulat? Çdo kompani e nuk ka licencë për të prodhuar vula. Kush i prodhon vulat tek ju? Kush e ka prodhuar vulën e Mapkos? Kush është Emin Pacolli, ke iden? Ato vula. Kush është notere në Itali? Më fal pak zoti për ju vëlla. Jo, po spekulant se thua si. Jo, këto janë spekulimet tuaja. Këto janë spekulimet tuaja. Po ju them dokumenta që ju i keni paraqitur dhe ju i keni nënshkruar. Deklarimin e klientit tuaj. Ai thotë që kemi pas një akordans. Nëse doni të më prishni mua çfarë po them, dhe nuk doni të lejoni të flas. Kjo është strategjia juaj, po më lini të flas. Jo, nuk mund të le të flas. Bani shënime. Kur ju thënë 137%. Çfarë thu? Mbani shënime. Ma nxirr një kontratë që kalon mbi 47%. Ma nxirr një. Janë 3 kontrata. Një ma nxirr. Unë po ju them që janë 3 kontrata pasuese. Një ma nxirr që kalon 47%. Po pse keni bërë atëherë një kontratë me 40, një kontratë me 47 dhe një kontratë tjetër me 47? Se ju e tha që ne këtë kontratën e kemi bërë për garanci dhe prandaj nuk e deklarojmë në QKB, prandaj nuk e deklarojmë te autoriteti kontraktor, prandaj nuk e deklarojmë tek BKT-ja. Dash me deklaruar te autoriteti kontraktor sipas teje. E keni detyrim në kontratë që më fal, zoti Rakivi, mund ta ndërprisni pak në momentin që unë jam duke folur? Gjatë unë e lash të fliste. Se ti po më thua mua, jashtë pyetjes, unë të pashtrigo. Po, fillova të flas për koncesionin. Përveç 2 aktorëve që janë paraqitur njëri dhe pastaj tjetri në një televizion, dhe 2 avokatët akuzojnë njëri tjetrin për mashtrim dhe mashtrim të madh. Është absolutisht e saktë. Minut. Po kështu do të provohet. Minut pra. Pik, ka mashtru, ja ku është letra, 100 faqe. Dakor, më zotëri. Tani shteti shqiptar ka drejtë të ndryjë. Për çfarë? Që të prish mashtrimin dhe të vërë në vend gabimin që ka bërë. Më mirë të jap këtë koncesion vjerës time, ka vetëm pension, dhe sa të vazhdoni ju duke bërtitur kundër njëri tjetrit me këte. Ose nëse ju doni të shkoni në arbitrazh, se këtu ka një hile të rëndësishme, mendoj unë që nuk tjetë. Ose luftë e madhe për 40%, direkt në 137% që kjo është një e kanë qitur 3 herë. Me talë menderen, po lërë. 3 kontrata. A i thotë, unë kam 27%, sa thotë gjithsej. 27 plus 2. Plus 2. Tani, ti thua 130 ca, nuk është shu. Loja, gjithë lufta është për 20%. Dhe begjet pasoj do 98%. Më kuptov. Si që ka. Tani, ju po bërtisni... Ka me Begjet Pacolli. Shka shqitur... Bërnina është i shqitur aeroporti, pik.
Më falë. S'ka, nuk ka Falë tani. Gjith Pacolli mos, Tani. ka. Ka marru. Është shumë e thjeshtë. Nëse ju vazhdoni këtë mashtrim për njëri tjetrin, britma për mashtrim, duhet të ndryshë shteti. Ose ju e keni me qëllim këtë për të shkuar në arbitrazh në Londrës. Dhe këtë shtete mundin, më kanë filluar ta mundin dhe në arbitrazh. Zoti Rakipi, Zoti Rakipi, ne këto kemi janë- tuar shtetin për ndërhyrë, ne kemi denoncuar penalisht dhe e kemi paraqitur tek gjykata. Po pra, ta kanë bërë kundër padi Ka pastaj. vepruar, jo s'ka bërë kundër padi. Çfarë kundër padi? Rakipi, Po s'kan bërë vëlla, kanë bërë padi këta për anulim të atyre kontratave? Por ja keni bërë kundër padi. Jo s'kan bërë. Po pra. Ku është? Në gjykat. Ku është? Jo, në gjykat. Gjykat, jo prokurori. S'ken Ka vajtë prokurori këta. Ju s'ken shkuar Po kanë vajtë edhe prokurori. O, këta në prokurorien, me detyrem, nuk janë shku me vetëm dëshirë prokurori. këta. Jo, kanë bë padin prokurori. Ta kanë për noteren. Jo, janë përgjigjur kallëzimet penale, ke parasysh. Zoti- Ta t'isha këtu për t'i përgjigjur nga... Qiko, unë e kuptoj që Zoti Berisha, në momentin që unë filloj flasë, e ka më të kollajshme që të ndërpresi Jo, dhe mos më lejoj jo, të vetëm flasë. studiu. Avokat edhe njërë, lutem. E ka- Edhe njërë avokatit, lutem. Po jo 137% ama. Janë në rregull. Pa e bërë këtë në humoristike, janë bërë 3 kontrata të ndryshme. Po të ishte e vdeshme, mjafton 1 kontratë, nuk ka nevojë të bëhen 3 kontrata Cilin po e konteston e vlla? Po pyetje po parashtroj, cilin po e konteston? Ja, po vazhdojmë me këtë. të 3 kontratat. Se nuk Të ka, 3 kontratat. nuk ka efekt. 3 kontratat janë. Gënjim- Njëra kontratë ka gënjim një fuqi popullatën nuk që është e flet tani. rregullt. Domethënë, Njëra kontratë ka një fuqi asamblesë ju kontestoni apo? për cilin? Ma thuaj pak, Po ju se keshit, po pra po, ky vendim asambleje. Ma thuaj pak Çfarë tham? autorizimin për nënshkrimin e kontratës, Vendimit asamblesë? bazuar dhe ai vendim asambleje. Le, vendimin e asamblesë. Çfarë dokumentesh duhen për të kaluar kuota nga njëra shoqëri në shoqërinë Ju tjetër? vërtet Se unë po e nuk e di sfidoni tani. apo pretendoni që Emin Pacolli e ka prerë besë që themi ne vllajën e tij, Begjet Pacollin, dhe vendimi i asamblesë është marrë në kushte maskash e nga njësit guerile duke i mbajt pistoletën këtu? Kush është argumenti se Pacolli nuk po e konteston? Për herë të parë po dëgjoj këtu. Ma thoni ju lutem, vendimin që se keni parë, dhe po ju jap të drejt gabimi për shkak se se keni parë, vendimin e asamblesë, kur është vendosur shitja e 40% të aksioneve 2A grupit, si po e kontestoni tani? Falni pak. Po. Po ju e keni parë prokurën e zotit Pacolli? Ju e keni parë prokurën e zotit Pacolli? të zotit Begjet Pacolli? E keni parë prokurën? Jo vetëm që i kam pa, i kam këtu. Po. Por jem duke folë për vendimin e në shkuar nga Emin Pacolli, që se keni parë ju. A e keni parë Dhe ju po e prokurën? kontestoni dhe po thoni që 40% që s'ka ndodhur. Avokatët tani se ju, Asambleja- ne nuk e ozim do të Asambleja kujto, çështje Zoti Berisha e ka të pamundur. Se popullata flet tani. Zoti Berisha e ka të pamundur që të mos popullata fle avokat dhe nuk Flen, po. e ka të pamundur të mos 40% ndërhyjë. që në vëlla. O, avokat, Emin Pacolli Po e ka të Po t'lut- ai thot 40% Nuk ka marrë dhe pastaj për të pretendon përgjigje, çfarë 47%. të keni? Kur këta kishin... Si ti, ç'a ti them unë? 7+2. Po. Jo mos zotri, ai thot në vendimet e 40% tot. Edhe ne herë të lutem. Po 7% që nguen zori. Në atë Pse vendimin nuk? e MAPKOS, kur donin të bënin këtë historinë që të bënin golin. Pse duhet ta bënde Emini atë vendimin që thoni ju? Shiko, Emini, Për miratimin e Emini e thash edhe një herë, zoti Pacolli, pjesërisht nga deklarimet e tij të sakta përballë kamerës televizive, ka pohuar se Valon Luka, pra shpresoj që këtë s'ja kontestoni, Valon Luka i ka shkruar SMS dhe i ka kërkuar që të finalizoj marrëveshjet me shkrem me 2A grupin, përkatësisht i është referuar me emën të përveçëm zoti Ademit. Zoti Pacolli e konfirmon që ja ka konfirmuar si okej dhe pastaj ka pasuar kjo pjesë. Zoti Pacolli asnjëherë kur nuk e ka kontestuar në nënshkrimin, as me pak vendimin e asamblesë, as me pak vulën e noterit, as me pak apostilën në Zvicër. Për herë të parë po i dëgjoj këtu kontestime këtu. Dua një fjali nga secili. Ne duhet ta them edhe një E fundit, çështje. po, avokat, Edhe një po, çështje. fare shkurt, po jo çështje, se po çështje gjatë ikëm, mbetëm këtu. Okej, do e kthej në shkurt, pra 2 fjali. Që në fillim ka pas zero nevojë që të bëheshin kontrata me 40% dhe kontrata me 7%. E gjitha çfarë do duhej ishte rritja e kapitalit siç ka ndodhur, pra dhe do të përkthehej në kuota në aksiones të kështu ndodhur në gjithë vendet e botës. Por nga që filloi mashtrimi, këtë duhet ta nënvizojnë. U dash të vihet një pikë dhe u dash të kërkohej në nënshkrime. Për ndryshe, po të kishte afaruar zoti Pacolli dhe të afërmit e tij në mirëbesim dhe në zotësinë që e dha në fillim,
nuk do të vinim në këtë çështje. Zoti Pacolli ka hyrë në tradhti ndaj partnerit të tij dhe rrjedhimisht ndaj autoritetit kontraktues në Shqipëri, ditën kur ka vu firmë me Compartment Bernina, ditën kur ai e ka marrë një aset që do duhet ishte trashëgimi dhe jo vetëm histori, dhe e ka qu në një adresë ku askush nuk e di kush është, kush qëndron mbrapa, kush kuan këto 100 milion që po thuhet se vetëm 40 pak milion ose mbi 40 milion thot i kam marrë në ekonomi tregut, siç po thot ai. A ka mundësi mi tregu shqiptarëve vëlla para kamerave televizive kujt janë këto mjete, pse u morën dhe pse u vu? Ai po thot garanci, pra via, si që lexova një nga ne, dhe pse u shit e drejta e vijas tek një për mua me prejardhjet e dyshem, let jetë kush do qoftaj, Ruse, Kazastane, Kazadreq e Ibiri, për mua qytetarëve të Shqipërisë, taksa paguzëve të Shqipërisë, qeverisë shqiptare, zoti Pacolli e ka bërsh të vërtetën. E lera më partnerit ti, sa është të rëndësishme sa pranon. Avokatët e 2 fjalë ju edhe të lutem. Mu duken më shumë se 2 fjalë nga ato të zotit Berisha, të jemi sinqert, po për respekt të emisionit dhe dëgjuesve, është e vlefshme për të thënë, ky investim është kryer me kolateralet e MAPCO, është bërë kredia është marrë me kolateralet e MAPCO, zoti Ademi ka marrë pagesën për të gjitha punimet që ka kryer, ka lëshuar faturën, është paguar si një nën-kontraktor, si të gjithë nën-kontraktorët që ka kompania dhe nuk ka investuar në kompani, po ka kryer punime për cilat ka nxjerr fatura dhe është paguar. Kontrata të cilën paraqitet për shitjen e 47% të aksioneve është nënshkruar me një prokuror të parregullt në shuman të saj, të cilën e bën kontratën e pavlefshme dhe të pazbatueshme. Kontrata e huas që MAPCO ka nënshkruar me Delfos SARL është me një kompani, me institucion financiar serioz për një pagesë që është marrë në përputhje me ligjet. Dhe ne vazhdojmë unë, pi një kafe, unë ne vazhdojnë 2 këtu. Me një kontratë... Pata dhe një politikan unë para ca kosh dhe i thash atë zbres unë në kafe dhe... Pres, ty drejtoj e kam. Dhe si vazhdojnë dhe Berishës. Me një kontratë... Jo, doktori s'ka ardhur, ko. Të murit i thash zbres unë pi një kafe, i thash dhe ti vazhdojnë. është një institucion financiar, nuk kam përfunduar këtë. Jo, Ju lash ka investuar. Zoti Berisha, ju lash. Do vazhdojmë prokurori. Do vazhdojmë prokurori. Ja të mbaroj avokatit dhe ta mbyll. Ma jep mua pastaj apo s'ma jep? Po s'ma dhe. Po fol më burr po. Jo po. Të lutem zoti Berisha tani se unë e kuptoj. Kushdo, por nuk mund ta pranoj. Unë e kuptoj që kur dëgjova. Me leje, tha që zoti Ademi s'ka investuar, është pasakt. Zoti Berisha, zoti Ademi. Po zoti Berisha, po të lutem pra tani. Është pasakt. Tha që MAPCO-ja ka mbulu gjithçka dhe zoti Ademi asgjë është pasakt. Tha që kontrata... Çfarë ka mbuluar zoti Ademi? Më thoni një kolateral që ka vendosur zoti Ademi. Të gjitha asetet e dyja grupit janë të vendosur aty dhe mos ma merr... Po ju tregoj kontratën... Mos ma vlerëso dhe mos ma kualifiko kontratën me BKT-n 56 milionë, sikur Kredimars tjetë MAPCO-ja, është vija. Po pikë, ale këtu, është ndarë në 50-50. Jo, nuk është ndarë. Po si është? Kush është ndarë? Është ndarë me 98-2% e keni kontratën e BKT-s. 50-50 shlyen detyrimet në se cilën faturë që shkon 60% që shkon në 2 akë, 20% që shkon atje. Po si mund tjetë 50-50 për zotriku? Po si ke pa letrat. O zoti Berisha, se është baza e ligjit për shoqërinë tregtare që ortakët përgjigjen për humbjen, për fitimet edhe humbjet e shoqërisë me pjesëmarrjen e tyre në kuotë. Eksakt, prandaj ti përgjigjet me 49%. Po pse kontrata e BKT-s sot 98% MAPCO Construction SA dhe 2% 2A Group? Si është ndarë? Pse do duhet merrte pjesë me kolaterale 76 milion euro MAPCO Construction SA? Për 76 milion euro ato le t'ja shet tjetër kuj që se din ku është Swiss Diamond. Banka i ka pranuar ato për 76 milion euro. Jo, po nuk është tani ju që keni ata që jeni edhe më të zgjuar se banka, jeni më të zgjuar se Delfos, jeni më të zgjuar se ministria. Jemi më të sinqertë se secili që po mashtron. Po si mund të jeni të sinqertë? Si mund të jeni të sinqertë edhe të kaloni disa kontrata të gjitha të parregullta, të gjitha me prokuror të parregullt. Kontratën e parregullt, ma fal, cili institucion i ka
shpall kontratat pa rregull, mbi çfarë? Cili ka shpallur të rregullt? Se autoriteti kontraktor nuk e ka marrë. Kredidhënësi nuk e ka marrë. Qendra kombëtare e biznesit nuk e ka marrë. Masa sigurisë. Mbi çfarë argumenti nuk është vendim themeli. Si? Masa sigurisë nuk është vendim themeli. Ajo, domethënë drejta subjektive nuk është njohur dy grupit, apo? Është një vendim. A është njohur drejta subjektive po ose jo? Jo, nuk është njohur. Nuk është njohur. Jo, nuk është. Pra si e vuri gjyqtari? Vendimet e shkallës parë nuk janë vendimet formës parë. Ai nuk është një vendim themeli. Masa sigurisë është fuqi apo nuk është fuqi? Masa sigurisë. Është fuqi apo nuk është fuqi? Masa sigurisë. Është fuqi apo nuk është fuqi pyetja? Masa sigurisë. Deri në momentin në cilin do të shqyrtohet nga gjykata e apelit. A është në fuqi tani sot? Deri në momentin që do të shqyrtohet nga gjykata e apelit. Pacolli a mund të tras mbledhjet e vijas apo nuk mund të tras? Për momentin, jo, nuk mund t'i tras. A mund të ndërmarrë çfarë do veprimi në raport me vijan kur është në pyetje mashtrimi për 2 anë? Jo, nuk mund. Jo, nuk është sistemi ashtu. Po nuk mund pra. Nuk mund. Dhe gjykata ka ndërhyrë për ndalë mashtrimin. Gjykata ka ndërhyrë për ndalë mashtrimin. Qofse juve ju mjafton një vendim mas sigurie për shkallës së parë. Na duhet se ne e kemi. Tani rini që mos ju çoj të dieltë zonja Eni. Okej. Kto i ke bën një gjyq tjetër ajo? Dhe para se të vinin në gjykatë. Zonja Eni e ke parë? Kam parë. Të merr ajo aty të ul në tavolinë. Jo më jo se tavolinë. Është çështje e kryer ajo. Vetë ulet vet aty. Vetë ul në ty negocime. Të bëjnë gjyqje. Jo, ne e kemi të kryer këtë çështje. Unë jam i bindur e fundit fare dhe ju kërkoj ndjes. Pra po do kërkoj të fundit e avokati? Po jo më unë po flas. E kam lënë edhe gjyqësorët flasin. Jo. Shikoj. Kolegu me let flas. Për shkak se din që un kam drejt çfarë them dhe vjen keq është në pozitën e tij. Kur duhet të mbroj dikë për te deklarimet e tij. Kush firmos? Emini apo Bexheti? Ma thoni këtë, po se pjesë që po i drejtohem në këtë sens. Firmos zoti Emin Pacolli apo firmos zoti Bexhet Pacolli? Asamble Emin Pacolli. Se president do i referohet tek ajo kontrata që keni aty. Ta ajo kontrata që keni aty e datës 3 prill 2025. Kush ka firmosur? Emin Pacolli apo Bexhet Pacolli? Edhe për vendimin e asambles, edhe për vendimin e nxorën pasos. Ja, pe kontestoni edhe një bast po vemi këtu. Studio tek Emini si na hyn pas. Hape kontratën. Hape kontratën. Hape kontratën. Po vemi një bast. Në qoftë se zoti Pacolli. Nuk e pranoj Eminin tani pasos 12. Duket si emision tjetër. Në qoftë se zoti Pacolli ka guximin që ta vej firmën e tij para një grafologu, unë garantoj me krejt pasuninë time. Gjithandej, e besoj që i afrohet e... Se ka thënë asnjë moment që ajo firmë është e falsifikuar. Pa që flasim atëherë? Mund të firmosi zoti Bexhet Pacolli për Mapco Construction? Është pronari apo nuk është pronari 100% aksioneve në Mapco? Është apo s'është? Mendoja se ishit jurist. Me leje, jo. Mendoja se ishit jurist. Ta gjykojnë ata që na shohin. Po mund firmosi pronari apo firmos përfaqësuesi ligjor? Shiko. Po pse të gjitha kontratat e tjera firmos Emin Pacolli? Oj dashur. Po jo, ma ata kanë shumë të qartë që ajo që zoti Bexhet Pacolli e pranoi. Tash ju pranoni Pacolli u ka bërë golin ju vlla edhe ju vini vërdall. Tani ju ai ka bërë gol Kremlinit. Gol ai ka bërë vetet. I ka bërë gol Kremlinit e ju. Jo, ai ka bërë gol Kremlinit dhe ka provuar të aplikojë formulën e Kremlinit. Edhe me Korenë Veriut edhe Venezuelës. Por ajo nuk mund të bëjë. Edhe Korenë Veriut. Zoti Pacolli përgjigjet penalisht. Tani a mundet mirë, kjo do ta vazhdoni ju. Tani të nderuar të shikues Gjatë. lodhem zotërinj. Gjatë shkuam, u lodhem shumë. Erdhi e nesër. Ne nuk fitojmë dhe gjenet katër, dhe ju si o katë dhe ne. Po kjo lodhje tani ky stërmundim nuk kuptohet shumë, rënduar gjendja nderuar të shikues, jo vetëm këtu, po për të gjithë emisionin që ju patët, në 3 pjesë që ndam ne, edhe në 10 pjesë ndaj me një të gjeshtë. Ngjarjet në vendin ku jetojmë, nderuar avokat, janë shumë çuditshme. Ky koncesion tani, përfundimisht, përfitojnë për një moment që e mbajton të mbaj Pacolli me Ademin, pajtojnë ndaj në aksionet, si do vi filli pastaj, a mund të zhjem prapa, nuk e dim, ne këtu jemi. Ju jemi, vazhdojmë, si ta keni qyshtek, përndej shumë nëse na keni ndjeku dhe nuk keni fjetur, se ka fituar dhe Shqipëria. Përgo shpëtoj dhe trajneri që kemi ne, si të vinjo, që e ka sjell dhe atë e ka sjell pa koncesion, pa avgar. Pa gare ka sjell dhe atë. Kryeministri e ka sjell dhe atë. Jo, po e ka sjell Duka. Këti Dukës. Po jo më Dukës. Gjithi thonë, merr këtë ose bëj këtë, po Duka, që del Duka kështu thua ti, si impozant.
e kanë sjellë dhe atë. Pagar. Silvina fitoi sot, ne tu e mbyllim, faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, ne do vijojmë të nderuar të shikues. Ndoshta Valona Demi, më ka thënë që do vi. Zoti Pacolli. Po pse s'vjen vetë? Po do ditët që vinë. Te intën tjetër. Zoti Pacolli u pajtua me siç e pat, domethënë pas deklarimit zotit Pajtuan? Ademi. Jo më zoti Pacolli u pajtua pas deklarimit zotit Ademi, ai ndaloi çdo sot Tani të presim të nderuar të shikues. Pra ai u pajtua me të vërtetat e zotit Ademi. Faleminderit shumë, ë. Faleminderit që na nderuat, na respektuat dhe ne u përpoqëm. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Me natë e mirë. Natë e mirë, javën e ardhshme jemi përsëri.